Përshëndetje. Vjojmë me punimet e seancës së dytë të sesionit shkencor, prurje dhe qasje të reja metodologjike në studimet e sotme albanologjike, ku kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që ta bashkë drejtoj këtë seancë bashkë me profesorët e nderuar, profesor Dimitër Bello dhe profesoresh Teuta Toska. Kam nderin t'i përcjell fjalën e çeljes së kësaj seance të dytë, profesor Artur Lama, me temën Karakterizimi dhe strukturimi i diskursit letrar shqip, konvergjenca metodologjike midis stilistikës leksikore dhe semistilistikës seriale aktanciale, referuar veprës së profesor Xhevat Lloshit, Vështrime stilistike. Ju lutem. Faleminderit. Sipas radhës dhe planifikimit ishte profesor Valteri, meqense ai është në një aktivitet tjetër, u bë një zhvendosje tematike edhe në seancën e parë në referat. Ne parashtruam idetë e profesor Xhevatit tek vepra për leksikografin dhe tani po flas për kuntesën që kisha në seancën e parë. Studimi i diskursit letrar shqip ka njohur sidomos gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20 dhe në dekadat e para të shekullit të 21, një traditë pasur në kritikën gjuhësore dhe letrare. Ndër emrat që e kanë formësuar këtë traditë, Xhevat Lloshi zë një vend veçantë, njëri nga gjuhëtarët më prodhimtar dhe më të autoritetshëm të albanologjisë bashkëkohore. I formuar jo vetëm brenda traditës strukturaliste, diplomim në gjuhë e letërsi ruse, Universiteti i Tiranës 58, karrierë në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë 61-80, doktorat më të FTPS-ën me temën analiza stilistike e leksikut të shqipes, Lloshi ka zhvilluar gjatë dekadave një metodë analitike origjinale që e zbaton sistematikisht mbi korpsin më të madh të rëndësishëm të poezisë dhe të prozës shqipe, nga Naimi e Mjetaj deri te Fisht, Plazgushi, Çajupi dhe Migjelli. Kjo traditë analitike merr formë të plotë në librin Vështrime stilistike, Tiranë 2021. Përveç se ofron një bazë të gjerë, shembuj konkret, kjo vepër demonstron në mënyrë implicite një metodë pune mjaft koherente. Megjithëse autori zgjedh të mos e formalizojë atë përmes një aparati të ndërlikuar terminologjik, metoda funksionon me qëndrueshmëri të admirueshme nga fillimi deri në fund. Pikërisht, kjo qëndrueshmëri metodologjike, ku Xhevat Lloshi operon vazhdimisht përmes instrumenteve si denduria leksikore, fusha tematike, struktura komunikuese dhe shkelja funksionale e normës për qëllime estetike, hap udhën dhe arsyeton shkencërisht një sprovë krahasuese. Kjo sprovë synon ballafaqimin e vetëdijshëm epistemologjik të metodës së Lloshit me kuadrin teorik të semiostilistikës franceze pas viteve 70, në veçanti me modelin e Molinies. Para se të hyjmë në demonstrimin konkret të konvergjencave, është e domosdoshme të prezantojmë shkurtimisht aparatin teorik të semiostilistikës franceze, të cilën do ta marrim si kornizë referuese krahasuese. Semiostilistika, siç e formulon Molinier dhe siç e sintetizojnë pasuesit e tij, mbështetet mbi disa postulate bazë. Arti verbal është materialisht gjuhësor, çdo objekt i këtij lloji arti është tekst dhe çdo tekst është diskurs i prodhimit të receptimit. Ky diskurs strukturohet sipas aparatit aktancial të Molinies, të prezantuar sistematikisht nga Bledh e Bini në 3 nivele hierarkike. Niveli i parë është niveli dominus, niveli i dytë është përfaqësimi i fjalëve të personazheve në histori dhe niveli alfa lejon të përfaqësohet vendi i veprës në universin kulturor të perceptimit, univers që ndryshon sipas epokës dhe vendit. Brenda analizës aktanciale të nivelit parë,
Tre pole ligjërimore themelore janë dërguesi, marrësi dhe objekti mesazhi. Bashkëveprimi midis këtyre poleve, i skematizuar nëpërmjet kapjes tekstuale, mundson ndjekjen e fillit të situatës ligjërimore në tekst, duke zbuluar njëkohësisht organizimin e brendshëm formal dhe dimensionin socio-kulturor të veprës. Polifonia enunciative, stilistika seriale dhe sistemi figurshëm si teori e shmangjes. Një nga dukuritë qendrore që lidhet me këtë qasje kërkimore është hetimi i polifonisë enunciative, e cila shtrihet në 3 nivele, në atë logjiko-gramatikor, atë leksiko-frazor dhe atë tekstual. Proceset e diskursit, ligjërimi, shpjegimi, krahasimi, përshkrimi, shëmbullimi, lihen shpesh pasdore përballë përdorimit të proceseve leksikore, gjë që jep argumentimit një vlerë emocionalisht fort, por dhe racionalisht të dobët. Niveli logjiko-gramatikor manifestohet nëpërmjet modalizimit, i cili shprehet me subjektivitetin e folësit, konkretisht nëpërmjet ndajfoljeve dhe foljeve modalizuese. Niveli leksikor ose frazor manifestohet ndër tjera nëpërmjet premrave unë, ti dhe ne, premri ne, i cili se ndërton shprehjen e distancimit, ne, dikush, njeriu. Nëpërmjet kësaj procedure realizohet një manifestim zërash të veçantë të ndryshëm nga zëri autori. Ajo manifestohet edhe nëpërmjet konotacionit autonomik. Fjalët e gjetura në vepër angazhojnë polifoninë e saj enunciative, sepse janë thelbësisht të përdorura me konotacion. 4 pozicionet e stilistikës seriale. Sipas Molinies, nuk ekziston objekt letrar në vetvete. Ekziston përkundrazi një proces letrarizimi të krijimit verbal, i kushtëzuar nga rrethanat e veçanta të perceptimit. Molinier e përkufizon letrarsinë si karakterin artistik të diskursit letrar. Karakter që vlerësohet pikërisht gjatë perceptimit të veprës. Stilema është njësia që lejon të specifikohet materialisht diskursi letrar si letrar dhe të shënohet veçantia e tij. 4 janë pozicionet kryesore të analizës që drejtojnë studime seriale: leksema, sistemi i karakterizimit, organizimi frazor dhe gjuha figurative. Mjeti i hetimit më operacional i stilistikës seriale mbetet përsëritja. Sa më shpesh të jetë një karakterizim diskurs, aq më pertinent konsiderohet. Para se trajtojmë demonstrimin qendror të kovendjesës pa filiacion, është e nevojshme të përcaktojmë një rast kontrolli ku ndikimi francez në veprën e Lloshit shfaqet si filiacion i drejt për drejt dhe jo si përputhje pavarur metodash. Ky rast na jepet nga marrëdhënia e Lloshit me veprën e Cresos, Le stile et ses techniques, Paris 1947, e vepra të tjera të kohës. Vepra klasike të stilistikës franceze angleze para molineiane, praje së njëjtës tradite intelektuale, nga të cilat do të dalë 3 dekada më vonë edhe semiostilistika e Molinies. Ndikimi i këtij korpusi kritik nuk qëndron në nivelin e thjeshtë të referencës bibliografike, por manifestohet drejt për drejt në aparatin konceptual e terminologjik që Lloshi përdor për të analizuar faktin stilistik shqip. Në veprën e Cresos ndeshin një sër konceptesh që rimarrin funksionin qendror në diskursin shkencor pedagogjik të Lloshit, si karakterizimi, ritmi i frazmës, ritmi i vargut, raporti ritëm-ekspresivitet, poetika e ritmit dhe më konkretisht fonolistika. E të tjerë. Fakti që këto nocione nuk përmenden rastësisht, por integrohen si instrumente pune në analizën e teksteve shqipe, e cilësoj këtë marrëdhënie si përvetësim metodologjik të drejtë për drejtë, pra si filiacion në kuptimin e plot term. Ky filiacion konfirmohet edhe nga gjerësia e leximit të profesor Lloshit brenda traditës frënge të stilistikës, përveç Cresos, ai një Bureau, Michel Arrivé, Rifater, Cohen, Duprie dhe debatin anglo-sakson ku mund të shpjegojmë Elise e të tjerë. Kjo gjerësi leximi tregon se përzgjedhja terminologjike e Lloshit nuk është e rastësishme, por rrjedhoi e një orientimi të vetëdijshëm dhe qëndrueshëm brenda kësaj tradite, të cilën megjithatë profesor Lloshi e trajton në mënyrë selektive dhe kritike dhe jo si ndjekje pasive. Problemi metodologjik, mungesa e citimit si tipare epokal. Çdo përpjekje për
për të lexuar veprën e profesorit Lloshi nëpërmjet një kornize teorike që ai vetë nuk e ka shfaqur eksplicit, ndeshet me rrezikun real të projektimit anakronik terminologjisë së huaj mbi një korpus që e ka logjikën e vetë brendshme. Por ne ndërmarrim diçka tjetër, një metalexim krahasues që trajton dy korpuse teorikisht pavarura si zgjidhje paralele, secila me logjikën, kufizimet dhe meritat e veta ndaj një problemi shkencor të përbashkët. Edhe pse ishte brenda një realiteti social kufizues, ku izolimi institucional i Shqipërisë komuniste kufizonte qarkullimin e lirë të literaturës bashkëkohore perëndimore, stilistikani Lloshi, fal njohjes së disa gjuhëve, ka mundur të njohë të shkodojë disa vepra klasike të stilistikës franceze dhe angleze të disponueshme brenda kohës kur u formua, sidomos në periudhat e mëvonshme. Në këtë ulli, mendojmë se profesor Lloshi i njihte dhe i përdorte burimet franceze angleze kur i kishte disponueshme dhe se mungesa e referencave moliniane nuk është rridhoj e mbylljes ndaj traditës franceze në përgjithësi, por e kufizimit specifik kohor e institucional të qarkullimit të literaturës franceze pas vitit 70 gjatë periudhës së izolimit. Profesor Lloshi e ndërton metodën e tij, siç thekson dhe vetë, edhe mbi bazën e 30 vjeteve në seminaret me studentët, domethënë mbi përvojën pedagogjike të drejtë për drejtë dhe leximin filologjik të burimeve që i kishte në dorë. Hipoteza dhe struktura e argumentit. Hipoteza jonë është: instrumentet analitike që Lloshi i përdor me ekosistem funksionojnë si dy nivele paralele me ato të semiostilistikës moliniane, si stilistikë seriale dhe aktansiale implicite, të cilat gjejnë homologun e tyre funksional te konceptet e dendurisë, izotopisë, shkeljes paradigmatike, allotopisë dhe strukturës komunikuese, sistemit aktansial të formuanalizuar te Molinier. Ajo që dallon thelbësisht qasjen e Lloshit nga aparati francez është natyra epistemologjike e instrumenteve, instrumentet ad hoc të veçanta, të krijuara rast pas rasti për nevojat e tekstit konkret, si largësia paradigmatike, e formuluar posaçërisht për Lazgushin, metodat tablo pas tabloje e zhvilluar për diptikun naimian, kundrejt sistemit terminologjik universal e të paraprirë teorikisht të traditës franceze, i skematizuar formalisht dhe aplikueshëm mbi çdo tekst. Ky dallim epistemologjik midis filologjisë empirike, rast pas rasti, dhe i teorisë sistemike universale do të jetë boshti analitik kryesor i gjithë kësaj kumtese. Demonstrimi konkret i konvergjencës për të vërtetuar konvergjencën pa filiacion midis stilistikës seriale franceze dhe strukturalizmit shqiptar, ky seksion merr në shqyrtim pozicionin e leksemës si njësi parsore analitike. Përmes rasteve paralele, analizohet se si koncepti i izotopisë Molinier dhe ai dendurisë leksikore e Lloshi shërbejnë si instrumente empirike për të zbërthyer kalimin e fjalës nga vlera denotative në atë konotative. Denduria leksikore e Lloshit dhe analiza e izotopisë në pozicionin e leksemës. Në stilistikën franceze, pozicioni i parë analitik është leksema, e cila heton vlerat konotative, arkaizmat, neologjizmat, nivelet e gjuhës përmes konceptit të izotopisë, përsëritjes së njëjtës kategori semantike përgjatë një teksti për të siguruar kohesionin e tij. Gjeval Lloshi, në analizat e tij strukturore, arrin në të njëjtin përfundim metodologjik përmes konceptit empirik të dendurisë leksikore dhe fushave nocionore. Rasti i Naimfrashit te lulet e verës. Lloshi nuk mjaftohet me pohimin impresionist se Naimi është poet i natyrës dhe i perëndishmes. Ai ndërton një izotopi të pastër leksikore, duke skeduar dhe numëruar dëndurinë e fjalëve: shkëndi, dritë, zjarr, flak, diell, yll. Ai dëshmon se kjo dënduri nuk është thjesht zgjedhje fjalori, por një seri gjysore ku vlerat denotative fizike e dritës pëson një konotacion meliorativ, duke u shndruar në izotopi teologjike dhe kombëtare. Rasti i Migjenit. Lloshi i vren si të varjet e lira, izotopia tradicionale e poezisë shqipe, dhe konkretisht bukuria, natyra, heroizmi, pëson një turbulencë. Përmes dëndurisë së leksemave me konotacion disforik, skaj, terr, kalbëzim, qel, bal, Migjeni ndërton një izotopi të re të mjerimit. Lloshi
dëshmon empirikisht se si këto leksema të gjalla thyejnë kodin e mbrapsht të poetitetit të kohës. Largësia paradigmatike dhe allotopia, teoria e devijimit të shmangjes të Molinier. Sipas Moliniers, sistemi figurshëm ngrihet mbi konceptin e shmangjes nga shkalla 0 e shprehjes, ku efekti i kuptimit nuk reduktohet në rregullimin thjesht leksiko-sintaksor, duke krijuar një hapësirë që grajs do ta quante lojë me maksimat e bisedimit. Loshi emërton këtë dukuri si largësi paradigmatike ose përftesë e qëllimshme stilistike. Rasti i Lazgush Poradesit. Në analizën e poezisë lazgushiane, Loshi ndalet te thyerja e pritshmërisë gjuhësore. Kur Lazgushi shkruan, vaj i pavajtuar, i harruar harrimi, shtjes syt e na përsysh, ai shpjegon se neologjizmi ose përdorimi i një forme të pahasur sintaksore krijon një largësi paradigmatike. Kjo allatopia apo shkelje e izotopisë normale të gjuhës standarde funksion saktësisht si vatra e figurës molienare. Kuptimi informativ të i kalohet plotësisht nga efekti stilistik dhe duke detyruar pranuesin të marrë një përpjekje interpretuese për të zbërthyer ngërthimin apo implekaturën. Rasti Indremjedës. Loshi analizon përzgjedhjen e rrep morfologjike të mjedës, ku përdorimi i trajtave të vjetra apo i strukturave intrasintagmatike, rendi fjalëve, emri mbi emri cilësor, epitet, nuk bëhet për nevojë metrike, por si përftesë për të krijuar një distancë emocionale dhe një ritëm solem. Kjo gjuhë figurative e mjedës analizohet nga profesor Loshi përmes triptikut implicit, pikas, përshkruaj, interpretoj. Struktura komunikuese dhe stilistika aktanciale e niveleve 1, 2 dhe alfa të Moliniers. Kjo është konvergjenca me dukshme. Semiostilistika aktanciale e ndan tekstin në nivel 1, dominus, dërguesi, është marrësi, objekti mesazh. Nivel 2, fjalët e personazheve dhe niveli alfa, pakti struktural me universin kulturor. Loshi, pa e përdorur këtë terminologji, e zbërthen tekstin letrar shqip eksaktësisht si një rrjet polifonik enunciativ dhe aktancial. Rasti Gjergjfishës, Lauta e Malësisë. Loshi vëzhgon me intësi strukturën komunikuese të fishës. Ai tregon se si në lahut fishta luan me dëftimin që ai e përdor ose deixis e personit dhe të shoqërisë. Niveli i parë, dërguesi, narratori, zëri lautari që fton dëgjuesin, mars. Profesor Loshi vren përdorimin e pasillmave dhe termeve agramatik që e bëjnë këtë nivel jashtëzakonisht mimetik, imitues të ligjërimit gojor. Niveli 2, rimontimi aktancial ose shmangja, kur personazhet ose kuka, tringëllima marrin fjalën. Profesor Loshi analizon alternimin e diskurseve, kalimin nga diskursi i raportuar apo stili i drejt për drejt me udhëzimet skenike bërtiti, te diskursi i transpozuar apo stili indirekt i lirë. Niveli alfa, pakti skriptural, Loshi thekson se lauta nuk mund të kuptohet jashtë kodit zakonor të veriut, kanunit. Ky është eksaktësisht universi kulturor i perceptimit, pakti A, ku fjalët bes, gjak, nder pësojnë një mbishënjëzim, marrin vlera të shtuara etike dhe timike që një lexues i jashtë këtij universi nuk do t'i kapte dot. Dhe sfundi përsëritja vizore dhe tautologjike. Në pozicionin e 3 dhe të 4 të stilistikës seriale, organizimi frazor dhe gjua figurative, mjeti kryesor është përsëritja si përftesë e qëllimshme, anafora, epifora, tepria gjymtyre. Rasti i Naim Frashëri. Profesor Loshi analizon organizimin frazor të Naimit përmes asaj që ai e quan metoda tablo pas tabloje. Ai vren se Naimi përdor një përsëritje vizore të strukturave fillesare të fshatit, anaforat me o, kur, për të ngadalësuar lëvizjen e ngjarjes dhe për të krijuar një ritëm suprasintagmatik, melodi dhe ritëm të masave sintaksore. Loshi vërteson se kjo tepri gjymtyresh, përsëritja listave, përsëritja tautologjike, nuk është pafësi sintaksore Naimit, por një procedim stilistik i vetëdijshëm, shkelja e dendurisë mesatare informative
për të zhvendosur vëmendjen nga çfarë po thuhet, i cili racionalisht është i dobët, tek si po thuhen vlerat emocionale dhe timike, e cila është jashtëzakonisht e fortë. Po ndërpres këtu, sepse kumtesa është shumë më tepër, ju faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim. Falenderojmë profesor Lamajn për vështrimin tepër të zgjeruar të veprës së profesor Xhevatulloshit, duke e thyer edhe rregullat e vendosura vetë në kohën e minutazhit. Tani ftojmë profesorin, kolegen time të nderuar profesore Koren, për të prezantuar një vepër fjalorin e shkruar nga Kristina Jorgaçi dhe Irena Kapo Pata, fjalor anglicizmos në shqipe, prurje e re në fushën e leksikografisë huazimeve në shqip. Faleminderit. Fjalori anglicizmave në shqipe hartuar nga Kristina Jorgaçi dhe Irena Pata i përket fushës së leksikografisë huazimeve, termi përdorur në lingvistikën botërore, i cili me këtë tipologji botohet për herë të parë në vendin tonë. Ai vjen në një kohë kur trysnia e anglishtes si gjuhë e globalizmit është e pranishme jo vetëm në gjuhën shqipe, por në të gjitha gjuhët e popujve të kulturuar me kontakte në të gjitha sferat e jetës. Sot është vështirë të gjesh komunitete njerëzore të izoluara. Në të gjitha fushat si politik, kulturë, ekonomi, sport, gjuha angleze është gjuha e komunikimit, prandaj dhe ndikimet e saj në pothuaj të gjitha gjuhët e botës, ku më shumë e ku më pak, janë të shumta veçanërisht në leksik, por dhe në strukturën gramatikore. Gjatë gjithë historisë së popujve, gjuhët me prestigj kulturor kanë ndikuar mbi ta. Edhe ky fjalor nuk mund të gjykohet jashtë kohës son, kur anglishtja është bërë lingua franca. Rrugët e vërshimit të tyre janë të ndryshme të shumta, si mësimi i anglishtes më me prioritet nga gjuhët e tjera në shkolla, turizmi, mbi të gjitha komunikimi i gjerë nëpërmjet internetit. Lingvisti gjerman Friedrich Fils në librin e tij Linguistic Borrowing in a Bilingual Context tregon edhe pse një gjuhë merr huazime në vija të përgjithshme, siç është së pari mbizotërimi kulturor i gjuhës nga marrim huazime, nevojat për të plotësuar zbrasti leksikore në gjuhën marse, nevoja për të lehtësuar komunikimin e folësve të rinj, të cilët i njohin më pak ose as pak format gjejse të vjetëruara në gjuhën e tyre. Dhe së katërti, për të pasur gjatë komunikimit më shumë ndikim mbi të tjerat. Fjalori i Kristina Jorgaçit dhe Irena Patës priret nga një studim sqarues për të gjithë punën e bërë nga autorët. Në të përshkruhet synimi që ka ky fjalor, burimet e mbledhjes së të dhënave, jepen edhe udhëzime se si duhet përdorur fjalori. Në fjalorin e viteve e 80-s apo të 2006-s, siç jemi mësuar t'i quajmë, nuk e gjen termin anglicizëm. Ky term ka një përdorim të ri në gjuhësinë tonë. Autorët me sa duket janë mbështetur në fjalorin e termave të gjuhësisë të vitit 1975, si dhe në praktikën e gjuhësisë botërore. Në këtë fjalor paraqiten anglicizmat që kanë hyrë drejt për drejt nga anglishtja britanike, por mbi të gjitha prej asaj amerikane, duke qenë se SHBA luan sot rolin parësor në arenën ndërkombëtare, megjithatë nuk është bërë ky dallim midis tyre në këtë fjalor, por të gjitha prurjet shënohen me termin anglicizma. Në fjalorët shpjegues që janë botuar në Shqipëri, anglicizmat kanë qenë të pakta. Kjo sepse trysnia e anglishtes nuk ka qenë si në ditët e sotme, por besoj janë shkaluar disi edhe për shkaqe jashtëgjuhësore. Ky fjalor që ka paraqitur të dy autoret ka karakter deskriptiv, përshkrues dhe paraqet gjendjen aktuale të anglicizmave të shqipes së sotme në Shqipëri, duke lënë më një anë ato që janë në përdorim në Kosovë, Maqedoninë e Veriut apo të shqipja e diasporës. Sot ato janë bërë realitet në gjuhën tonë, po shtohen nga dita në ditë dhe siç vjen me të drejtë profesor Xhevatulloshi, globalizmi ka bërë që shqiptarët të zhyten në mjedisin e anglishtes në një konferencë në Tetov në 2009. Autorët kanë vendosur disa parime shkencore, sipas të cilave është përcaktuar se cilat lema të anglishtes do të hyjnë në fjalor dhe cilat jo. Kjo nuk është bërë në mënyrë subjektive, në thonjza ne vendosim të jetë apo kjo nuk ka për të qenë, por aty janë përfshirë fjalë dhe fraza që kanë hyrë drejt për drejt prej anglishtes, pa ndërmjetësinë e ndonjë gjuhë tjetër. Kjo është përcaktuar nga tiparet formale të fjalës, shqiptimi, shkrimi, anagramatikore. Në lemat që nuk janë përfshirë në fjalor janë kalket prej anglishtes, krijimet hibride, si dhe pseudo-anglicizmat. Këto të fundit ju kanë sjellë jo pak vështirësi autorëve, sepse shpesh të përbëra nga dy fjalë të anglishtes, pasqyrimi i tyre në fjalor mund të mashtrojë lehtë këdo. Për shembull, info point, ndërkohë që në anglisht është information center.
Recordman, anglisht është record holder. Përcaktimi i tyre kërkon nga artuesit e fjalorit njohjen mirë të anglishtes, por dhe përcaktimin drejt të burimit të fjalës në gjuhën shqipe, i cili në rastet e mësipërme dhe të ngjashme me to vijnë të përshtatura edhe nga gjuhë të tjera dhe jo drejt për drejt nga anglishtja. Në fjalor nuk janë përfshirë as fjalë të krijuara brenda shqipes me njësi të anglishtes, por që nuk ekzistojnë në të, siç është për shembull fjala drogman. Ndërkohë janë paraqitur zëra si përshtatje të anglicizmit në gjuhën tonë, në të cilat tema e anglishtes dhe prapashtesa është e gjuhës shqipe, aksesoj, aksesim, hakeroj, hakerim e tjera. Një tjetër kriter i vendosur për autorëve është mënyra e të shkruarit të anglicizmave sipas rregullave të drejtë shkrimit të gjuhës shqipe apo si trajta e shkruar në anglisht, probleme që dalin edhe sot, domethënë para autorëve të fjalorëve. Autorët nuk janë përmbajtur normës, por shembujt i kanë paraqitur sipas dendurisë së përdorimit në gjuhën tonë. Pra gjejmë në fjalor për të njëjtën fjalë paraqitje shkrimore të ndryshme, krahas audio konferencë e shkruar si në shqip, po dhe video konferencë në anglisht. Cargo dhe cargo me c, klub dhe club, pra edhe si në shqip dhe si në anglisht. Ka raste kur ka fituar shkrimi si në gjuhën tonë dhe nuk paraqitet varianti anglishte si cross për vrapin apo kursor. Kjo vjen për shkak se uazimet e reja prej anglishtes ende nuk janë integruar mirë në shqipe dhe përdoruesit e tyre janë të dyzuar. Përkrah çdo anglicizmi është vendosur në klapa dhe shqiptimi i tyre në gjuhën tonë, që në disa raste për të njëjtën fjalë mund të gjejmë në fjalor më shumë se një lloj shqiptimi. Për shembull, për fjalën account gjejmë account, duke pasqyruar gjendje reale të përdorimit të fjalës në shqipe. Në fjalor nuk janë përfshirë dhe disa kategori të caktuara fjalësh, si terma nga fusha të ndryshme dhe shumë specifike, ndërkombëtarizma, emra të përveçëm, markash, institucionesh, por vetëm fjalë që kanë një përdorim të përgjithshëm dhe që njihen nga shumica e folësve të shqipes. Çdo lem është shoqëruar me sqarimin përkatës kuptimor, që në shumë raste është më shumë se një, duke shënuar në paragraf më vete me shifër arabe, si dhe duke treguar pjesën e ligjëratës që i takon. Kur sqarohen kuptimet, shoqërohet dhe me një shënim të fushës së përdorimit si mjek, mjeksi, informatik, sport e tjera, po kështu shoqërohen me shembuj të qartë. Qëmtimi anglicizmave, artueset e tij e kryen kryesisht në burimet elektronike, në fjalorët e mëparshëm, vendas dhe të huaj. Vështirësia e vjeljes së tyre vjen për shkak të mungesës në gjuhën shqipe të një korpusi elektronik kombëtar, siç ekzistojnë në gjuhë të tjera. Megjithatë, ky boshkullok u kompensua nga shfrytëzimi i korpusve të webit, pra të internetit. Burimet e folura janë shfrytëzuar më pak. Në këtë fjalor nuk janë përfshirë në mënyrë të shtërueshme gjithë lemat prej anglishtes në gjuhën tonë, çka do të ishte praktikisht e parealizueshme. Mendojmë se nuk ka qenë e lehtë hartimi i këtij fjalori, jo vetëm si i pari në vendin tonë i këtij tipi, po dhe për shkak të vështirësisë së përzgjedhjes së kritereve që do të zbatoheshin, përcaktimi i burimit të origjinës së fjalës dhe mënyra e shkruarit. Gjuhëtari gjerman Manfred Gorlan në veprën e tij A Dictionary of European Anglicism të Oxfordit 2001 shpreh se për gjuhën shqipe ishte mbështetur për të gjetur anglicizmat e studimit Nui Veseli dhe Ismail Ahmetit. Tashmë fjalori i Kristina Jorgaqit dhe Irena Patës mund të konsultohet nga studiues tuaj, mbi të gjitha ai do t'ju shërbej për përdorim e referencë përkthyesve, leksikografëve, studentëve dhe gjithë interesuarve për praninë e anglicizmave në gjuhën e sotme shqipe. Për të gjitha sa tham, natyrën e veçantë si i pari fjalori i këtij tipi në gjuhën tonë, punën e mirë rigoroze të dy autorëve, vlerësojmë se ky fjalor do të sjellë risi dhe kontribut të vyer në gjuhësinë tonë. Faleminderit. Profesore Shmoza, faleminderit për paraqitjen shumë të rrejse dhe që spikat vlerat e këtij fjalori, i cili merret me problemin më të madh gjuhëve, të mëdha të vogla sot që janë anglicizmat. A bëjoni t'jap fjalën profesor Dimitri Bellos për një fjalor tjetër me temën trajtimi leksikografik i homonimeve leksikore. Bëhet fjalë për veprën e profesor Ali Asharit, Bakhtiar Kërziut, Olger Brames, është fjalori i homonimeve leksikore në gjuhën shqipe i vitit 2021. Për ju fjala profesor. Përshëndetje të gjithëve. Sot kam nderin të prezantoj një nga zhvillimet më dinamike, cilësore dhe voluminoze në lëmin e leksikografisë shqiptare.
Vepra fjalori i homonimeve leksikore në gjuhën shqipe, botuar në qershor të vitit 2021, përfaqëson një shkallëzim të rëndësishëm cilësor dhe sasior të botimeve të mëparshme të autorëve. Ajo vjen si rrjedhoj logjike pas botimit të një fjalorthi për rreth 1800 njësi në vitin 2008 nga Baktiar Kryeziu dhe Alia Shari, si dhe pas fjalorit të homonimeve në gjuhën shqipe botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë në vitin 2020 me autor Alia Shari. Ky fjalor i ri i vitit 2021 fokusohet ekskluzivisht tek një grup i veçantë dhe i pastër homonime leksikore ose homonime të mirëfillta. Bëhet fjalë për atë njësi homonimike që i takojnë rreptësisht të njëjtës pjesë të ligjëratës dhe përputhen plotësisht ose pjesërisht në formë, por kanë kuptime krejtësisht të ndryshme leksikore. Me një korpus prej 12.000 homonimesh leksikore, ky fjalor shënon një monument të ri të dokumentimit të kodifikimit të pasurisë semantike të gjuhës shqipe. Hartimi i një fjallori të specializuar shkencor nuk mund të jetë kurse si një mbledhje mekanike apo një kopim i thjesht fjalësh prej kartotekave, ai kërkon një përvojë të gjatë kërkimore, një sy të mprehtë analitik dhe autoritet të sprovuar shkencor në terren dhe në katedra. Këtë profil të lartë shkencor e reflekton më së miri grupi i autorëve të kësaj vepre, profesor Alia Shari, profesor Baktiar Kryeziu dhe doktor Olger Brame. Profesor Alia Shari sjell në këtë projekt një përvojë jetësore dhe shumë vjeçare të kërkimeve specifike në fushën e homonimisë në gjuhën shqipe. Puna e tij e pandërprer, një nga botimet e para të vitit 2008 deri tek fjalori voluminos i vitit 2020, ka shërbyer si shtrat teorik mbi të cilin u ngrit ky fjalor i ri. Bashkimi i forcave të tij shkencore me profesor Kryeziun dhe doktor Bramen dëshmojnë për një punë në grup të mirëfillt, ku ndërthuren në mënyrë harmonike përvoja e qëndrimit të drejtë për drejtë në terren dhe metodologjinë moderne të strukturimit të përpunimit digital të dhënave leksikore. Pjekuria shkencore e këtyre tre autorëve shfaqet hapur në aftësinë e tyre për të menaxhuar, filtruar dhe klasifikuar një sasi kolosale materiali leksikor. Ata kanë kryer një vjelje sistematike dhe të intensishme në kartotekën e leksikut të gjuhës shqipe, në fjalorët paraprak shpjegues, sidomos fjalori i vitit 1980, si dhe veprat të panumërta të letërsisë artistike, folklorit, publicistik e të tjera. Një nga vlerat më të mëdha teorike të këtij fjalori, që e dallon atë nga botimet e tjera të mëparshme ose pjesërisht të specializuar, është pjekuria taksonomike. Autorët kanë bërë një ndarje të prerë dhe të qartë metodologjike midis homonimeve të mirëfillta leksikore dhe dukurive të tjera të ngjashme bashkë shoqëruese, të cilat shpesh krijojnë paqartësinë në laboratorët gjuhësor. Në këtë fjalor nuk përfshihen homonimet leksikogramatikore, homografet, homofonet, paronimet. Duke i lënë këto kategori jashtë objektit të këtij fjalori, autorët kanë arritur të pasqyrojnë korpusin duke u afruar përdoruesve një pasqyrim të saktë të homonimeve leksikore të ndara në 4 rende kryesore sipas pjesëve të ligjëratës. Emrat përbëjnë në pjesën kryesore. Këtu kam dhënë edhe shembuj, po për të respektuar kohën, po i kaloj, do t'i kenë në variantin e botuar, besoj. Foljet janë në rend të dytë, mbiemrat rendi të tretë, dhe ndaj foljet është grupi më i vogël. Rëndësia e këtij fjalori shtrihet përtej një botimi të thjesht akademik. Ato mund të ndahen dhe të analizohen në 4 rrafshe madhore që ndikojnë drejt për drejt në shkencën dhe shoqërinë tonë. Rrafshi teorik dhe shkencor. Në rrafshin e gjuhësisë teorike, ky fjalor ndihmon në kodifikimin e prerë të kufive semantik të shqipes. Një nga sfidat më të mëdha të semantikës është përcaktimi i kufirit midis një fjale me shumë kuptime, polisemisë, dhe 2 fjalëve të ndryshme që thjesht ndajnë të njëjtën formë fonetike, pra homonimisë. Kur kuptimet e një fjale largohen aq shumë sa e kputin lidhjen logjike midis tyre, ne dëshmojmë procesin e shpërbërjes së shumë kuptimësisë dhe lindjen e një homonimi të ri. Autorët kanë arritur të ndajnë në saktësi shkencore këtë proces duke zgjidhur një mënyrë të vështirë teorike. Aspekti praktik dhe edukativ. Për shkak të strukturës së saj morfologjike historike, gjuha shqipe është jashtëzakonisht e pasur me fjalë të shkurtra, një rrokshe ose 2 rrokshe. Kjo veçanti krijon në mënyrë të natyrshme shumë përputhje tingullore të rastësishme. Në komunikim i përditshëm, mediatik apo zyrtar, mungesa e qartësisë në këto fjalë mund të çojë në keqkuptime të mëdha. Rrafshi tjetër është rrafshi stilistik dhe letrar. Kjo është një minjerë për gjithë krijuesit. Homonimet lindin në struktura të brendshme të gjuhës,
por ato jetësohen dhe marrin shkëlqim artistik përmes penës së shkrimtarëve, poetëve dhe publicistëve. Njerëzit e letrave i përdorin komunimet si mjet me vlerë të lartë stilistike për të ndërtuar të ashtu quajturat lojra fjalësh ose dy kuptimësisë së qëllimshme dhe ngjyruse humoristike dhe ironike. Fjalori na sjell shembuj të mrekullueshëm nga Fannoli, Aslani, Poradeci e të tjerë. Një shembull gjenial i përdorimit të homonimisë vjen nga Ismail Kadarea në romanin Kur sunduesit grinden, kur ai analizon frazën dy kuptimshme të gruas Agamemnonin, ti je një burr i mbaruar. Kadarea luan mjeshtërisht me homonimet e mbiemrit i mbaruar, pra i kryer plotësisht i përsosur dhe kuptimi tjetër i shkatruar, i rënuar. Historia tjetër është historia e gjuhës dhe dokumentimi i pasurisë mbar shqiptare, standardi zyrtar kanë përfshirë lëndë të pasur në të folmen dialektore brenda dhe jashtë kufive, të shtetëror të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malinezie e të tjera. Në sferën e komunikimit publik me shoqërinë, në kushtet e sotme kur gjua shqipe ndodhet në një trysni të jashtëzakonshme në ndikimet e jashtme, globalizimit dhe huazimet e panevojshme, ky fjalor shërben si një mbrojtës i vërtet i ekologjisë gjuhësore. Ai u tregon folësve dhe mbi të gjitha mediave publike pasurinë e pafundme brenda Shqipës. Shpeshherë gazetarët apo folësit publik vrapojnë pas fjalëve të huaja vetëm nga mosnjohja e sinonimisë dhe homonimisë anëtare. Dhe sjellim shembuj. Në mjedisin akademik dhe universitar mund të përdoret kjo vepër për studentët e nivelit bachelor, master dhe doktorat, si dhe për stafin akademik të universiteteve tona. Ky fjalor merr vlerën e një laboratori didaktik me disa funksione, në funksionin mësimor, leksikologji dhe semantik, në formimin e përkthyesve. I kam shpjeguar të gjitha këto, botim për kërkim shkencor të ri, teknologjia gjuhësore dhe inteligjenca artificiale. Në shekullin e 21, sfidat e mbijetesës dhe zhvillimit të gjuhëve luhet me kodet kompjuterike dhe algoritmet digjitale. Procesimi i gjuhës natyrale dhe modelet e dhëna të inteligjencës artificiale kanë pikën më të dobët pikërisht zgjidhjen e ambivalencës, pra aftësisë së makinës apo kompjuterit për të kuptuar se cilin kuptim specifik ka një fjalë homonimike brenda një fjale të caktuar. Ky fjalor u afron inxhinierëve gjuhësorë dhe programuesve një database të gatshëm, të pastruar, të strukturuar në mënyrë akademike. Kjo lëndë e parë është jetike për të ndërtuar algoritme të sakta të përkthimit automatik, korektor gjuhësor, inteligjent dhe sisteme të avancuara të përvetësimit, procesimit digjital. Po kështu për furnizimin e fjalorit të madh të gjuhës shqipe, është dhënë qasje ndërdisiplinore, gjuhësi stilistik letrare, vepra fton lexuesit e letërsisë dhe të gjuhës që ta njohin homonimin jo thjesht si një rastësi fonetike, por si një mekanizëm të vetëdijshëm estetik. Ky fjalor çel shtigje të reja për studimin e thelluar mbi stilistikën e tekstit artistik shqip, duke analizuar se si autorët tanë të mëdhenj kanë ndërtuar nivele të shumëfishta kuptimore brenda strukturave poetike apo tregimtare. Të nderuar kolegë, në përmbyllje të kësaj kumtese mund të themi plot gojën dhe me bindje shkencore se fjalori cilin po flasim është realizuar nga bashkimi i 3, mund t'i quajmë autoritetën në fushën e gjuhësisë, dhe përfaqëson një akt të lartë të përgjegjësisë shkencore, akademike dhe kombëtare. Në një kohë kur leksikografia kërkon standarde gjithnjëherë më të larta specializimi, ky grup autorësh ka arritur të bëjë atë që përbën synimin sublim të çdo leksikografi, të mos lejojnë që fjalët e gjuhës të mbeten skeda të ftohta, të pluhurosura, të harruara në përsirtar, por të kthejnë ato në një sistem dinamik. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ndjes nëse kam të kaluar me. Faleminderit profesor Dimitri për paraqitjen shumë të mirë të fjalorit. Edhe unë desha ta falenderoj shumë profesor Eliun edhe dy kolegët e tjerë për fjalorin, i cili ka qenë pjesë e punës artuesve për fjalorin e madh gjuhës shqipe, dhe ata që janë marrë me hartimin, me redaktimin, e dinë që në punë fjalorëve besueshmëria e fjalës edhe burimit është shumë e rëndësishme, se fjalorët sot botohen shumë, por jo të gjithë janë besueshëm nga ana leksikografike. Edhe profesor këtu punohet me një fjalor dhe me punën databazën e profesor Aliut, ke sigurinë ecën me sy mbyllur në farë mënyre. Tani një fjalor tjetër, kam kënaqësinë të prezantoj një fjalor tjetër
për fjalorin e gjuhës së ndërmjetës, votuar në Shkodër 2023, ftojmë profesor Erzen Koperajn, i cili në bashkëpunim me Zamira Shkrelin ka shkruar Fjalori, dëshmi e shkëlqimit veprës letrare dhe kontributeve gjuhësore të mjedës, i cili është një nga autorët e mi të preferuar. Faleminderit profesoresh, përshëndetje të gjithëve. Po do të flasim për veprën e një personi që për zemër kishte letërsinë, por që sigurinë dhe kontributin e dha në gjuhësi. Pikërisht fjalori i gjuhës së ndërmjetës, i profesor Kolashtë, sepse ne mësuar gjithnjë ta quajmë profesor Kolashtë. Mendojmë se zanafillën e ka pikërisht në vitin 1952, kur profesor Kolashtë ne shohim pjesëmarrës aktiv në 2 seksione shkencore të organizuara nga Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë e asaj kohe. Në seksionin e gjuhës, ai paraqitet me kumtesën mbi mbledhjen e lëndës leksikore për fjalorin e madh shqipes. Një diskutim pragmatik që do t'i hapte rrugë dhe do të shpalosë disa nga parimet themelore të hartimit të një fjalorit shqipes dhe do të përbënte preludin e tij të ardhshëm si filolog, si leksikolog e si hartues i fjalorit të ardhshëm historik të Shqipës. Në pas do të vijonte me shkrimet, shënime e vërejtë rreth gjuhës së leksikut matrëngës, vokalizmin në veprën Kuvendi i Armërit, të undal ndër shkrimtarë të veriut nga shekulli 16 deri në shekullin 18, vëzhgim historik në fjalorin e parë të Shqipës, bardhit të 1635-s. I kësaj periudhe është edhe punimi i fjalorit që po paraqisim sot, titulluar Fjalori plot i nxjerrur nga shkrimet e ndërmjetës dhe rimari. 655 faqe ndoshkrim, i cili për arsye të ndryshme kishte mbetur pa u publikuar dhe që për çudi nuk kishte gjetur pasqyrim as në artikuj të ndryshëm të botuar në shtypin shkencor të kohës. Në një përgatitje të lartë filologjike dhe me formim shkencor për t'u admiruar, profesor Kolashta nis punën hulumtuese për studimin dhe analizimin e gjuhës së autorëve të vjetër shqiptar. Nga viti 1957 e deri më 1994 e boton një seri të gjatë artikush, plot 58 nga fusha e historisë së gjuhës, sidomos një pjesë e madhe të studimit të tij mbi leksikun historik të gjuhës shqipe. Ai do t'i hyjë me përkushtim studimit të leksikut të Shqipës, një shtrirje kohore prej 4 shekujsh, duke filluar me 3 dokumentet e parë të shkruara në gjysmën e dytë të shekullit 15, me formulën e pakëzimit, fjalorthin e Arnold von Harfit dhe perikopen e Ungjillit, në pas me Buzukun, Matrëngën, Budin, Bardhin, Bogdanin, Mazarekun, Daleqen, për të përfunduar me Vangel Meksin në shekullin e 19. Artikujt e hartuar prej tij do të ishin pjesë e pandar e trullit kërkimor mbi cilin do të lartohej korpusi leksiku historik i gjuhës shqipe në 7 vëllime, në plot 2756 faqe shtypi. Kurorëzimi i punës së tij gjithjetësore, fushën e historisë së fjalës në gjuhën shqipe. Kur e pyet profesor Kolën sa vjet i janë dashur për të kryer këtë punë voluminoze, kujtonte kolegu i tij profesor Simon Pepa, ai përgjigjej: "Një jetë e tan, janë rreth 8500 faqe dorëshkrim." Ky komplet vepra është e rëndësishme për gjuhësinë dhe kulturën shqiptare. Nuk arriti të realizohej si botimi plot në gjatë profesor Kolës, i cili pa vetëm botoi vetëm vëllimi i parë me 1996. Duke shqyrtuar me kujdes veprën shkencore të profesor Kolashtës, do të mund të kuptojmë fare qartë gjitha dukuritë që lidhen në fjalën shqipe me semantikën e saj, duke qenë se fjalët nuk merren shkëputura nga njëra tjetra, por në kontekst do të arrijmë të kuptojmë raportet leksikore, përkatësisht marrëdhëniet e përbëra midis fjalëve, do të shohim historinë e fjalës të përvijuar në përdorimin e saj të gjallë, të shkruar dhe rrugtimin e saj në rrjedhën e kohës. Do të kuptojmë qartazi edhe prirjet e zhvillimit të leksikut të Shqipës. Është për të shënuar se studimi për leksikun e çdo autori që merret shqyrtim nga profesor Kolashta është i pajisur dhe me shënime filologjike, duke filluar me një hyrje dhe me një studim kritik e thellësisht shkencor për gjuhën dhe vlerat e librit, me dhëna për shkrimtarët, për kohën e botimit të veprave, si dhe konsideratat përgjithshme për gjuhën sipas sistemeve. Shënimet gjuhësore dhe rezultatet e punës së Kolashtës besojmë se ende paraqesin një rëndësi të madhe për studimet në fushën fonetikës historike të Shqipës, gramatikës historike dhe në veçanti të etimologjisë, prandaj vepra e tij është marrë në konsiderat shpeshherë si pikë referimi nga shumë dietarë albanolog shqiptar dhe të huaj. Duhet theksuar se kjo punë jetësore e profesor Kolashtës me leksikun historik të Shqipës, përveç se një ndërmarrje mundimshme, ishte edhe vështirë. Ashtu siç thuhet edhe në parathën që në vëllimin e parë të veprës leksiku historik i gjuhës shqipe. Profesor Ashta, në punën e tij hulumtuese, ndeshte në vështirësi të mëdha,
Spari, vështirësi në sigurimin e materialeve dhe dokumenteve të shkruara, për më tepër mungesa e materialeve origjinale. Kujtojmë se profesor Ashta punoi për mesharin e Gjon Buzukut, pa dalë akoma botimi plot kritik i profesor Qabejt. Ashta përfundon punimin e tij në nëntor të vitit 1963 dhe për shkak të kushteve nuk i kishte rënë dorë as botimin Amik Resulit dhe as punimet e Marlekajt apo të Samajt, por vetëm ato që kishte botuar Atë Justin Rota. Në shumicën e rasteve, profesor Kola nuk punoi mbi vepra origjinale, por mbi diafilma dhe fotokopje të zbeta, duke përdorur shpesh lente të zmalluese dhe duke kopjuar me shkrim dore disa nga materialet kryesore, të cilat pastaj studioi dhe analizoi në tavolinën e punës. Tu kam rastin të kujtoj me profesor Tefen, pikërisht ato kopjimet që i bënte me dorë e profesor Ashta me të shoqen, dhe një prej modeleve që kemi krahasuar bashkë me origjinalin, pothuajse në atë kohë mund të themi një lloj digitalizimi ose një lloj skanimi i përpikt që zonja profesor Kolis anita kishte bërë përmbledhje të shkurtër të doktrinës krishtere të Gjon Nikol Kazazit. Mund të themi jo vetëm thjesht një rikopjim me bisnikëri, por deri në ato miniatura dhe grafimat më të imta. Së dyti, vështirësi në transkriptimin dhe transliterarimin e materialeve të marra në shqyrtim. Dihet që grafia e shkrimtarëve të anë vjetër ndryshonte nga njëri autor tek tjetri. Së treti, gabimet e shtypshkrimit në veprat e autorëve të ndryshëm, që në disa raste kanë qenë jo të pakta. Së katërti, një problem që duhej zgjidhur aty për aty në leximin fonetik të fjalëve, ishte edhe jashtëquajtur scriptio continuum, pra shkrimi i vazhdueshëm. Vështirësitë të cilat ishin të mëdha dhe për një dietar të nivelit të profesor Kolashtës. Pavarësisht vështirësive, Ashta në studimet e tij synonte gjithnjë që analiza filologjike e autorëve trajtuar mos jetë fragmentare, mos jetë e përqendruar vetëm në zgjidhje alfabetike apo tipare gjuhësore, por gjithnjë të kihet parasysh konkretisht konteksti historik në cilin u realizuan këto vepra. Siç thonte ai, gjithsecila e veçantë pikpamjet natyrës tekstologjike, si dhe destinacionit konkret të cilit drejtoheshin, po ashtu duke mundësuar një lloj qasje me tekstet e tjera të ngjashme në rrethin europian po ballkanik të kohës. Duke u kthyer tek fjalët si ndërmjetës. Fjalori ndërmjetës, fjalori i gjuhës ndërmjetës është i veçantë, i larmishëm dhe prek shumë sfera të jetës, çka nuk ndeshet në shumë autor tjerë. Mbledhja dhe studimi i fjalës të veprës së mjetës paraqet me të vërtetë një interes të veçantë për pasurinë leksikore të shqipes në përgjithësi dhe të gegnishtës në veçanti. Vlera e këtij fjalori, mendojmë, është një rëndësi të dorës së parë në mbrojtje të kulturës shkrimore në Shqipen veriore, në gegërishte, sidomos kur bëhet fjalë për një autor si Mjeta, i cili jo rrallëherë përdoret si etalon i ndjeshmërisë dhe saktësisë së rrallë poetike, por edhe i përkthyesit të matur dhe gjuhëtarit me ndjepret. Duke u marrë me redaktimin dhe përgatitjen për botim të këtij fjalori, gjithnjë si grup pune kemi bërë një pyetje vetes. Pse profesor Kolashta zgjolli pikërisht Mjetën si një prej punimeve time të fundit? Sepse prej Vangel Meksit deri tek Mjeda kemi pothuajse gati, se thanë, një gjysmë shekulli, disa dekadat që ndajnë. Aq më tepër që tek autorët e veriut kemi një sër, duke filluar me Pjetër Zarishin, duke vijuar me Pashko Babin, edhe shumë autorë tjerë, Domen Gjellëradojën e tjerë. Duke u marrë, pra, pse në krimtarinë e Mjetës, pra kemi bërë pyetjen, a ishte thjesht çështje talenti, apo poeti ynë ishte diçka tjetër, që e bënte të janë një të gjuhës amtare shqipes bukurinë e saj. Pse në krimtarinë e Mjetës, siç shkruante një bashkëkohës i tij, ka një harmoni, një rreshtim fjalësh të zgjellura me shije, një amëlti e njëkohësisht një natyrësi të pashoqe. Ajo që e bë veçantë nga pikpamja gjuhësore Mjetën, është se ndryshe nga pjesa më e madhe autorëve të tjerë të kësaj periudhe që përmendëm pak më parë, ishte formimi i tij, thot profesor Kolashta. Tek Mjeda, përveç se poeti, kemi gjuhëtarin, poliglotin dhe filologun e teksteve të vjetra, duke njohur shqipen me themel, siç thot tek një prej poezive të veta. Një këto gjuhë që jam të një, janë të bukura me themel, por prap kjo si diell pa hije, për mu tanave ju del. Një studiues, madje edhe gjuhëtar të huaj quhen Mjetën si njohës i saktë i të formave të dialekteve të ndryshme të shqipes. Një në atë kohë ishte ndër të pakët shkrimtar grek që zotëronte mirë me shkrim a dialektin tosk.
Ndërmjeda ishte gjurmuesi, mbledhësi, përpunuesi dhe përkthyesi i pjesës më të madhe të proverbave dhe shprehjeve proverbiale të botuara në gjermanisht në studime shqiptare 6, 1896 në Vjenë. Gustav Mayeri në letrat e tij e pranon haptas si një pjesë e mirë e teksteve që përfshihen në studime shqiptare 6, janë vepra e studiuesit dhe shkrimtarit të rinj Ndërmjeda, ndërsa në vitet e mëvonshme, Mjeda do të vijonte një komunikim të tillë me një tjetër albanolog, Norbert Joklin. Njohurit në fushën e etimologjisë së shqipes, Mjeda do t'i shfaqte edhe në vlerësimet e fjalorit të vogël shqip të Jungut, si përfaqësues i saktë i dialektit shkodran, i cili ja kalon fjalorit voluminos të Rosit për nga pasuria fjalëve, saktësia dhe paraqitja e tyre. U ndalem në këtë pikë për të treguar se pakush nga bashkëkohësit e tij duhet të ketë pasur një njohje të tillë mbi shqipen, mbi gjuhën e gjatë të popullit. Siç citon edhe profesor Kolashta, shkrimtari dhe gazetari gjerman Paul Siebersen më 1910-ën, cilin Mjeda shoqëron në disa zona të masive të Veriut, shkrimet e tij e quan të veçantë Mjedën njohjen e shprehjeve, frazeologjizmave, historisë së fjalëve dhe miteve të atyre zonave. Po ashtu është i njohur interesimi i Mjedës për folklorin shqiptar. Ai kërkoi gjenezën e popullit vet, gjurmoi dhe studioi folklorin, gjuhën dhe historinë e popullit në një zell të jashtëzakonshëm. Por rrahje dhe pulsit shqipes, që flisnin njerëzit e dheut e tij, Mjeda duket se njihte dhe ndjente si askush. Jo vetëm atë që flitej, por edhe atë që ishte folur ndër shekuj, siç ndalet në drejt profesor Kolashta tek fillimet, pra tek parathënia e fjalorit, Mjeda është ndër të parë gjuhëtar shqiptar që u morr në studimin dhe transkriptimin e veprave të letërsisë së vjetër. Transkriptoi pjesërisht pjesën e Pjetër Bogdanit dhe të Pjetër Budit, ku mund të veçohen jetas lumes Virgjin Mëri nxjerrën prej veprës Kuneus profetaron të Imzot Pjetër Bogdanit, arqipeshvit të Shkupit, përmbi një libër të panjohur të Imzot Pjetër Budit, një ndërshkrim i moqëm edhe një kritik e re. Në fakt, duke pasur parasysh këtë njohje të shqipes së autorëve të vjetër, mund të kuptojmë vargjet ku ai drejtohet shqiptarit. E një tokë që i tu gëzu, e ke zan tash sa mi vjet, shqiptaria që mbet mblu sot në ndhe ende shqip flet. Prandaj edhe për Ashten, ky fjalor është një dëshmi se gjuha ndërmjetës nuk qëndron thjesht në realizimet gjuhësore përmes modeleve popullore dhe klasike, por ajo zbulon veçanërisht përmes përzgjedhjes leksikore sensin e harmonisë, muzikalitetin dhe shprehjen eufonike të fjalës shqipe. Pasuria e tij gjuhësore shpalos monstra unike stilistike dhe përbën anën më të vlefshme të punës së tij artistike aktualisht. Siç e tham, fjalori plot i nxjerrur nga shkrimet e ndërmjetës i profesor Kolashtës në kam rritur si dorëshkrim i hartuar që në vitin 1955. Ndryshe nga punimet e tjera të Ashtës, në fushën e leksikut historik, atë të autorëve të vjetër të shqipes shkruar, të cilët kishin parë pjesërisht dritën e botimit, dhe autori vet ishte rikthyer disa herë duke bërë ndërhyrje dhe redaktimet më vonshme, dorëshkrimi mbi fjalën e Mjedës na vinte si një tekst që siç duket, për arsye që i sqaruam edhe në fillim të kësaj parathënie, ka mbetur në sirtarin e studiuesit Ashta duke mos i rikthyer më. Prandaj përgatitja për botim këtij dorëshkrimi paraqiste disa sfida përpara grupit punës, për më tepër kur bëhet fjalë për një vepër voluminoze. Vetë autori shkruan se fjalori përfshin rreth 5800 fjalë njësi, por që realisht janë shumë më tepër, pasi në shumicën e rasteve i trajton si njësi vetme leksikore, rastet e homonimeve dhe polisemive. Sfida më e madhe që kishim ishte se përpara nuk kishim një tekst të redaktuar e të bërë gati për botim, por një dorëshkrim të 7 dekadave më parë. Grupi punës ishte në pak raste në pozicionin e restautorit, duke u përpjekur të sqaronin jo vetëm pjesët vështirësisht lexueshme, por edhe në disa vende të lëna pa plotësuar nga vetë autori. Ajo që në ka udhëhequr që në fillim të punës, ka qenë ruajtja e tipareve thelbësore të tekstit dorëshkrim. Kemi ruajtur modelin gjuhësor që shkruan Ashta, në grishtin e mesit të shekullit të kaluar, në mënyrën që teksti të mos humbas ngjyrat origjinale. Një sfidë me vete ka qenë shembujt e vjedhur nga vepra e Mjedës, dhe këtu duhet të kemi parasysh se Mjeda ka përdorur 3 modele alfabetike. Shkrimi i tyre është bërë sipas alfabetit përdorur në tekstin nga është nxjerr shembulli. Ky fjalor i nxjerr nga vepra e Mjedës. Besojmë se duhet vlerësuar jo vetëm si një formë agjepse ndaj letërsisë së veprës së tij, por edhe si një ftesë për vlerësimin e njohjes të një tradite, me të cilën vijon shkrimi shqipes prej shekullit 16, dhe që u zhvillua pa ndërprerje më shumë se për 4 shekuj.
Ky fjalor vjen në një kohë kur autorët e traditës dhe tekstet e tyre mjanohen nga vrulli i tendencave të ndryshme kulturore të kohës, saqë qasti vetëm kur i qasemi është për qëllime shkollore apo si dëshmie thjesht gjuhësore. Kemi punuar me zellin se përmes veprave të tilla mund të mësojmë, të lexojmë si duhet këta autor e të shijojmë plotësisht artin e tyre. Siç thot vetë profesor Ashta, vetëm konstatimi është i pamjaftueshëm. Mbase kështu, mund të ndihemi të përfshirë dhe të gjejmë brenda këtij fjalori diçka që na përket së afërmi ne. Diçka që mbërrin përmes jehones së kësaj tradite në realitetin e tanishëm shqiptar. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor Erzeni. Mua më kujtoa historia e Kalit dhe Kalorsit, sepse harrova ta përmend profesor Kalorsin Kolashta, edhe përmenda të gjithë tjerët, por Kalorsin e madh të studimeve historike, leksikografike, profesor Kolë nuk e përmenda. Tani jam shumë kurioztare, por vërtet shumë kurioztare të lexoj prezantimin e veprës së një leksikografi tjetër dhe terminologus, profesor Agronduro, i cili vjen me një vepër që shkon përtej fushës, domethënë që me cilën unë e njoh, them drejtën. Vepra është rreth disa koncepteve për teorinë e komunikimit, vepra është hyrje në komunikim gjuhësor, Tiranë 2023. Dhe profesoresh Juliana Kume lexon kumtesën rreth disa koncepteve për teorinë e komunikimit, vështrim përmes veprës së Agrondurës, hyrje në komunikimin gjuhësor. Ju faleminderit. Teoria e komunikimit gjuhësor, verbal, fjalësor, përbën pjesën qendrore të gjithë komunikimeve, sidomos kundrejt atij jo verbal, i quajtur edhe semiologjik, duke qenë i përfshirë dhe duke u përfshirë në të deri më sot, ajo është studiuar si integruar në të. Çka do të thotë se nuk ka një paraqitje të mëdhetësuar të saj në mënyrë tërësore, ose dhe sikur një trajtesë hyrëse të bazave teorike. Vështruar nga kjo anë, vepra në fjalë hyrje në komunikimin gjuhësor të profesor Agrondurës është kontributi i parë që mëton të shtilloj bazat e komunikimit gjuhësor që vështruar si e tillë, duke u nisur nga vlerat e saj sa teorike dhe zbatimeve, shfaq interes të trajtojë edhe në nivelin e kësaj kumtese. Nga mënyra dhe rruga metodologjike e paraqitjes, shtrimit dhe shtyllimit të problemeve, siç nënvizohet në hyrje të veprës, objektin e temës e përbën komunikimi gjuhësor që është qendra e të gjithë komunikimeve, e ngritur tashmë në një term shkencor me përmbajtje universale dhe që integrohet si e tillë në shumë fusha të dijes, si në sociologji, psikologji, antropologji, etnografi. Autori e motivon universalitetin e konceptit komunikim si një dukuri që zbulohet kudo në botën e gjallë, në botën jo organike, në makro dhe mikrobotën, si dhe në marrëdhënien ndërmjet tyre. Nga vepra e autorit kemi nxjerrë skicimin që ai ka bërë, ku në qendër është komunikimi si dukuri universale, duke kaluar degëzimet përqendrohemi te komunikimi njerëzor, i cili degëzohet në komunikim sinjalor, si objekti i teorisë së informacionit dhe që në degëzimi i tij si komunikim fizik me prekje. Ndërkaq komunikimi shënjor ose semiotik, ku kemi shkrirjen e shenjës me domethënien, kuptimin, ndahet, degëzohet në 4 komunikime: komunikim gjuhësor, i degëzuar në komunikim natyror dhe artificial, komunikim si gjuhësor, ku bën pjesë telefoni alfabeti Morse, komunikimi paragjuhësor me gjeste ose me mimik, komunikimi jashtëgjuhësor, ku përfshihet komunikimi me veshje, me kërcim dhe komunikimi njeri-shenjë si rasti shembullit të kodit rrugor. Thamë që këto lloj komunikimesh ndërveprojnë me njëra tjetrën. Sikur se dim, në çdo lloj komunikimi është një dhënës dhe është një marrës. Që të realizohet komunikimi, sigurisht që duhet një kanal ndërlidhjeje. Ky proces komunikimi, sikur se dihet, ndahet në 2 grupe: komunikimi ndërobjektor dhe komunikimi shënjor. Ndërobjektor është kur realizohet ndërmjet 2 objekteve, pa praninë e subjektit, i pa interpretuar nga domethënia e tij, siç është rasti i komunikimit ndërmjet tokës dhe hënës. Ndërkohë që komunikimi shënjor realizohet ndërmjet një shenje objektit dhe subjektit, ku objekti interpretohet si objekt shenjë nga ana e subjektit, i cili i jep atij një vlerë të caktuar, një domethënie, pra e shndron objektin në shenjë. Prandaj dhe quhet komunikim shënjor apo semiologjik.
rasti i bëhet shenjëdhënëse e informacionit tek subjekti marrë si bë, për shembull një pemë e përkulur nga era që perceptohet nga marrë si bë si kuptimi i erës. Apo rasti objekt shenjë të krijuar nga njeriu kur i shërben atij për një qëllim të caktuar, i cili ai duhet të njohë paraprakisht si konceptin, kuptimin, siç është rasti i semaforit, kur njeriu para dritës së kuqe ndalet, kur forma e semaforit dhe ngjyra e përkatëse e kuqja ka domethënien e të ndalurit. Subjekti merr kështu një informacion të caktuar, duke lexuar ose shkoduar shenjën në këtë proces komunikimi ku zbaton gjuhën e shenjës. Në këtë rast, shenja del me dy elemente përbërëse, që lidhen asociativisht me njëra tjetrën, në kujtesën e folësit si imazh psikik, me elementin material që perceptohet drejt për drejt, që korespondon me formën, dhe me elementin domethënien që është i shënuari, shënuesi është forma dhe i shënuari është domethënia, ajo që transmetohet, atë që transmeton apo atë që përmban forma, të cilat sipas teorisë së Sosyrit e kanë selin në tru. Rasti kur komunikon individi dhënsi dhe marrësi, dhe kur dhënsi është shenjë, është kur imazhi pamor, kemi në qendër këtu imazhin pamor, dhe në skemën e dytë imazhin dëgjimor. Në rastin kur polici i drejtohet si dhënës, i drejtohet individit që të kaloj. Atëherë këtu në qendër është në të dy skemat kemi imazhin pamor me karakter psikik në trurin e njeriut, ku asociohet shenja me shënues dhe i shënuari, ndërkaq që komunikimi realizohet sigurisht edhe me imazhin dëgjimor. Nuk po ndalem gjatë për shkak të kohës. Duhet nënvizuar se në vepër zë një vend të rëndësishëm marrëdhënia objekt shenjë, ku kjo e fundit shërben si shenjë fillestare në vargun e shenjave që vinë më pas, të cilat si bazë të referimi, sikurse objekt shenja kanë objektin që cilësohet edhe si e referent. Objekt shenja dhe shenjat e tjera. Shkëputja lehtë e objekt shenjës nga objekti referenti natyror, pema në vetvete, dhe shkëputja lehtë është pema që që tundet, përbën një shkallë arbitrariteti në marrëdhëniet shënues pem që tundet dhe i shënuar era. Realisht, arbitrariteti i shenjave që pasojnë nga shenja në shenjë kalon përmes një shkallëzimi, i cili përson një rritje në fillim të vogël tek shenja treguese, ku shenja lidhet pas objektit referentit, si shenjat e ngritura mbi metonimin të shprehura në marrëdhëniet, pjesa me të tërën, në rastin e pemës rënja me pemen, me fshinjsin, siç është rasti i tymit për flakën, kur e kuptojmë, nga tymi kuptojmë se diku ka rënë zjarr, dhe mëtej shenjat analogjike, ikonike si foto, vizatim, piktur, skema, pitograma, dhe së fundi shenjat simbolike jo gjuhësore, sinjalistika rrugore, që përfundojnë në shkallën e fundit që përbën shkallën më të lartë të arbitraritetit, shenja gjuhësore, verbale, fjalësore, e folur dhe shkruar, kujtojmë këtu gjithmonë e kuqja ndal tek semafori. Nuk është vetëm shenja, shenjë mund të jetë edhe pëllëmba e policit, shenjë mund të jetë edhe folura e policit, në këtë rast verbale, por mund të jetë edhe shkruar nëpërmjet një tabele, ku shenjat verbale shfaqen të fundit në hierarkinë arbitraritetit të shenjës, shenjueshmërisë, duke përbërë shkallën e plotë arbitraritetit dhe të kodit në vështrimin edhe sosyrian edhe bartian. Ky arbitraritet pasqyrohet edhe në sasinë e informacionit që transmetohet nga shenja, por edhe në madhësinë e kodit, edhe në largësinë shënues i shënuar. Kështu informacioni në të gjithë hierarkinë e dhënë paraqitet i plot tek objekti që perceptojmë, referenti, dhe nga objekti shenjë vjen duke u zvogëluar, kurse kodi vjen duke u zmadhuar derisa bëhet i plot tek shenja gjuhësore, kurse largësia ndërmjet shënuesit dhe shënuarit vjen duke u rritur, ku tek shenja gjuhësore verbale përfundon si lidhje asociative e konceptuar si lidhje imazhit psikik, PEM, objekt referent, koncepti PEM në kokën e subjektit. Të gjitha këto procese trajtohen dhe argumentohen në vepër duke u konkretizuar me një sër skemash. Kjo është një skemë që
unë e përmblodha për shkak të pas vështrimit të komunikimit gjuhësor në suazën e komunikimit si koncept gjithëpërfshirës, universale dhe lidhjeve, vend të rëndësishëm në vepër zë dhe funksioni komunikues i gjuhës, si funksion parsor i saj. Në këtë rast, gjuha, si dukuri njerëzore, shfaqet si mjet semiologjik dhe marrëveshje bashkëvepruese. Semiologjik lidhet me teorinë e sysyrit gjuha si sistem në vete dhe për vetveten, dhe marrëveshje bashkëpunues ka të bëjë me funksionin kryesor të saj. Nga ky përkufizim, dalim te karakteri semiologjik i saj që nënkupton funksionin shprehës si mjet i funksionit komunikues dhe karakterin bashkëveprues si funksion komunikues si akt i realizimit të komunikimit. Të dyja këto funksione në bashkëveprim me njëra tjetrën përcaktojnë në tërësinë e vet gjuhën si atribut i qenies njerëzore me të gjitha anët e saj, psikike, fiziologjike, fizike, logjike të tjerë, nga ku funksioni semiotik paraqitet si thelbësor, kurse sipas Sysyrit dhe Bartit, kurse funksioni komunikues del parsor. Nuk po dy funksionet, funksioni shprehës komunikues ndërmjet ndërmjet dhënësit dhe marrësit, ky është vështrimi global i gjuhës si komunikim. Nga paraqitja e gjuhës në tërësinë e saj në vështrimin global, pra zhvillimin dhe përmirësimit të teorisë së komunikimit jepet në vepër në mënyrë të përmbledhur nga semiologjia e domethënies, nga mikrosociolingvistika, pragmatika e shkollës së Londrës, trajtimi diskursiv i gjuhës. Më fal. Në të gjithë këtë problematik lidhur me teorinë e komunikimit gjuhësor dhe praktikën e zbatimit të saj në vepër, vendin e parë e zë trajtimi i dikotomisë fjali-thënie, ku në thënie realizohet transmetimi i mesazhit përmes kodit, thënia shfaqet parsore në analizën e ligjërimit. Dhe në këtë rast, meqense thënia del nga fjalia, fjalia si kod shërben si bazë e krijimit të thënies, e shndrimit të fjalisë në thënies, e cila në raport, fjalia në raport me thënien është strukturë e thellë, ndërkaq nga ana konotative, thënia është strukturë sipërfaqësore. Në vepër jepen një varg shembujsh trajtuar si fjali kur të njëjtat fjalë dalin si pjesë të ligjëratës për emra vetor, për emra pronor, madje ndaj folje, të cilat shprehin marrëdhënie subjektive me thënien. Disa janë vetëm elemente të thënies si folje të veçanta që përshkruajnë vetveten, vuajnë ndjej, të tjerat janë performative, vendimore, mirësjellëse apo premtuese. Përveç treguesve unë, ti, im, dalin dhe lidzat që shprehin kushtin e realizimit të veprimit, shkakun. Shembujt e dhënë në vepër janë në përgjithësi të tipit përgjithësues, siç është rasti fitoria është e jona, në këtë shembuj unë nuk po dalin një sër unesh, uni i shprehur, uni i pashprehur, uni i drejtuesit, por që edhe uni që identifikohet me ne. Po kështu, kuptimi i frazës interpretohet në mënyrë të trefisht, si diçka e realizuar, e paralizuar apo që do të realizohet. Të gjitha këto kuptime dalin dhe nga interpretimi i marrëdhënieve të shenjave, ku për shembull del më i qartë në krahasimin e dy frazave, unë për efekt kohë po sjell vetëm një frazë të marrë nga autori, në diell ka njolla, ku informohemi për një dukuri me vlerë objektive, reale, ku informojmë rreth saj se edhe në diell ka njolla, ku vetëm lidhori edhe i jep frazës një kuptim konotativ i cili interpretohet si edhe një gjë që shkëlqen mund të ketë mangësi. Pra, duke deduktuar diellin, gjëja që shkëlqen, kurse njollën me mangësinë. Ku të dyja, dielli dhe njollat dalin si shenja simbolike, shënuesi, ndërkohë të shënuarit për diellin, gjë që shkëlqen, dhe për njollën mangësia. Vend të veçantë në komunikim lidhur me ato elemente që kanë të bëjnë me subjektin ndaj një situate të caktuar, siç është dhe rasti, unë këtë po e kaloj për shkak të kohës, atëherë në momentin kur një subjekt hyn në marrëdhënie me thënien, atëherë në kokën e tij lindi një sër sekuencash mendore, si strategjia, taktika e thënies, si dhe një varg elementesh të tjera që të lidhura me kuptime të pashprehura, si para kuptimi, nën kuptimi dhe pas kuptimi, dalin në formën e thënies.
interpretimet e kuptimeve të thënieve lidhen me ligjet e ligjëratës, me maksimat e bisedës së Grajskit, që sipas tij rregullojnë funksionin normal të komunikimit dhe shpjegojnë fiziologjinë normale të komunikimit, që shfaqen mangësia e tyre shfaqen në aktet anormale të komunikimit si patologji e ligjëratës. Në komunikimin ndërveprues, që lidhet me një varg anësh psikogjuhësore, ku është Benvenisti, psikofizike, shkolla e Palo Altos, dhe konceptin e shtrëngesave të dyfishta të shfaqura, për shembull në një frazë mbyllet dritaren, anët shoqërore dhe etnokulturore që mbyllen me krijimin e një modeli speaking të Hajcit, mbi të cilën mund të analizohet çdo shfaqje e ligjërimit ndërveprues. Autori ka përshtatur këtë, sipas tabelës, me disa iniciale që në shqip nuk korrespondojnë si në anglisht me fjalën speaking. Si përfundim, autori e cilëson komunikimin gjuhësor si të lidhur me gjuhën, ndërsa në studimet që bën rreth komunikimit në fusha të ndryshme të dijes, e lidh fjalën me shenjën fjalë që i kundërvihet shenjës jo fjalë. Ky i fundit të quhet edhe semiologjik, duke krijuar kundërvënie, komunikim fjalësor verbal, komunikim semiologjik. Mirë po në konceptin bartian dhe çdo shenjë jo fjalë, objekt shenjë si veshja, fotografia, imazhet janë gjuhë, por pra, shenja gjuhësore sikurse shenja fjalë. Pra, të gjitha shenjat mjafton të jenë shenja. Janë gjuhë, janë shenja gjuhësore sipas konceptit bartian. Kjo do të nxirrte absurde kundërvënien komunikim gjuhësor, komunikim semiologjik, përderisa sipas Bartit edhe komunikimi semiologjik është gjuhësor, çka do të thotë se gjuhësia si shkencë përfshin edhe semiologjin. Gjë që del në kundërshtim me Saussure, që pohon se gjuhësia është pjesë e semiologjisë, bën pjesë në gjirin e saj. Lidhur me këto kontradita, duke pajtuar me konceptin klasik rreth gjuhës, që realisht është mbi të gjitha gjuhët, atëherë do të ishte më e përshtatshme kundërvënia komunikim gjuhësor, komunikim jo gjuhësor. Se ku futet në këtë rast komunikimi semiologjik do ishte më drejt të interpretohet si dyfisht, i konceptuar sipas këndvështrimit të studiuesit, duke qenë thjesht gjuhëtar ose thjesht semiolog, në varësi nga fakti nëse shenja gjuhësore do të vështrohej nga gjuhëtari ose nga semiologu. Interes përbën dhe paraqitja dhe shtillimi i shkallëzimit të arbitraritetit të shenjës nga shenja 0, që është objekti referenti, deri tek shenja fjalë me arbitraritet të plotë. Paraqitja me skema ideve me karakter teorik abstrakt krijojnë përfytyrime konkrete për dukurim, por depërtimi deri në thelbin e saj do të kërkonte sqarime më të hollësishme. Vërejtjet nuk po i lexoj. Atëherë do doja duke plotësuar edhe dëshirën e profesorit, do doja ta mbyllja këtë referim me 2 citate që profesori ka vendosur në kopertinën e veprës, një i marrë nga Umberto Eco, Il segno, shenja. Përveç kuptimit të dhënë në përkufizimin e tyre teorik, në shoqëri shenjat përdoren për të komunikuar, informuar, gënjur, mashtruar e çliruar. Ndërkohë citati i dytë është i marrë nga vepra e profesorit, profesor Durrës. Komunikimi gjuhësor ose vetë gjuha si sistem shënjor pozicionohet në mes të botës së shenjave dhe duke u përfshirë nga to, e lidh njeriun pas tyre, duke ju afruar shkallë dijes së pafundme dhe botës së pakufishme që rrethon. Ju falenderoj. Faleminderit. Titulli i veprës së radhës thot shkolla e pa llapa përsosur është më njerëzore. Kujtoja veprën e Ivani Liçit, Shoqëria pa shkollë, The School in Society, kam lexuar para ca kohësh, dhe më bindi që pjesa më të madhe dijeve ne marrim nga shkollës. Kështu jam shumë kurioztare ta dëgjoj se çka ka ky libri, edhe kam kënaqësinë sjell nga Elbasani Aurelën, drejtuesen time të departamentit. Aurela Basha, Shkolla si hapësirë e diskurseve, autore e tekstit Ravela Martetën, e kemi këtu, do ta dëgjojmë. Faleminderit. Në fakt, si shumë kolegë dhe profesor para folës, unë kam dëshirë t'i lexoj të gjitha, por do heci me parimin që meqense do botohet kumtesa, aty kush është i interesuar dhe lidhet drejt për së drejti me fushën, në rastin konkret unë kam qasjen analizës diskursit, mund ta shtetoj dhe ta lexoj të plotë. Në këtë kumtesë, shkolla trajtohet si hapësirë kundërthuren diskurse të ndryshme mbi edukimin, dijen, familjen,
shoqërinë dhe zhvillimin e individit, duke marrë si objekt veprën me natyrë eseistike, kritike dhe refleksive. Shkolla e pa përsosur në klapa, parashtesa pa, është 3 pika, është më njerëzore të Rafaela Martetës. Qëllimi është të analizohet mënyra se si diskurset pedagogjike, familjare, institucionale, shoqërore dhe kulturore ndërtohen përmes zgjedhjeve gjuhësore të autores. Analiza e diskursit ndërturet me vëzhgimin e leksikut, metaforave, kundërvënieve, pyetjeve retorike, modalitetit dhe shumëzëshmërisë. Në këtë vështrim, shkolla nuk shihet vetëm si institucion i dijes, por si hapësirë marrëdhëniesh, përvojash edukative dhe vlerash njerëzore. Vepra e Rafaela Martetës është një tekst, siç edhe pohova më sipër, esteistik kritik me natyrë refleksive dhe ndërdisiplinore. Ajo bashkon argumentin pedagogjik me përvojën profesionale, kujtesën historike, dëshminë personale dhe interpretimin e dukurive shoqërore. Struktura e saj lëviz nga diagnoza e krizës drejt kërkimit të rrugëve të rindërtimit. Pjesa e parë trajton trashëgiminë e shkollës, teknologjinë, rënien e prestigjit të mësuesit, marrëdhënien me familjen, presionin e perfeksionit, pra përstosmërisë dhe nevojën për identitet e përkatësi. Pjesa e dytë zhvendos vëmendjen te komunikimi, metoda, marrëdhënia dhe pedagogjia e dashnisë. Boshti ideor është përplasja ndërmjet shkollës së standardizimit dhe shkollës së marrëdhënies njerëzore. Qasja themelore është analiza kritike e diskursit, sipas Fairclough. Diskursi është praktikë shoqërore, gjua nuk pasqyron thjesht realitetin, por ndërton identitete, marrëdhënie dhe forma pushteti. Prandaj analiza nuk kufizohet te temat e veprës apo nën temat, ajo vëzhgon si emërtohen aktorët, cilat fjalë përsëriten, çfarë metaforash përdoren dhe si organizohen kundërvendjet. Modeli tridimensional i Fairclough lejon leximin e tekstit në 3 nivele: si organizim gjuhësor, së pari, së dyti si praktike prodhimit dhe interpretimit kuptimeve të tij dhe temave që trajton, dhe së treti si pjesë një konteksti shoqëror. Ky model plotësohet nga dialogjizmi i Bahtinit, sepse libri ndërtohet nga zëri i autorit, pra shumëzëshmëria, i mësuesit, prindit, nxënësit, dokumenti institucional dhe studiuesve të cituar. Në planin metodologjik, analiza është cilësore, ajo mbështetet në 5 klasa diskursive, si diskursi institucional, pedagogjik, familjar, shoqëror dhe kulturor. Brenda tyre shqyrtohen fusha leksikore, siç e pohova më lart, metafora, modaliteti i foljeve, kundërvënie semantike dhe forma intertekstualiteti. Kështu analiza gjuhësore paraqitet si mënyra konkrete për treguar si prodhohen kuptimet mbi shkollën. Gjuha e diskursit është çështja e parë, pra diskursi institucional dhe produktivist. Diskursi institucional dhe produktivist ndërtohet përmes fushave leksikore, në rastin konkret që i referohen matjes dhe kontrollit, si për shembull leksema, koncepte si performancë, rezultat mesatare, kompetencë, eficiencë, tregpune. Këto fusha leksikore dhe konceptore njëkohësisht e paraqitin shkollën si mekanizëm që prodhon rezultate të krahasueshme, ndërsa nxënësin si subjekt të matshëm. Autorja vërej se kurrikulat dhe programet orientohen shpesh drejt rezultatit përfundimtar, jo drejt procesit formimit, dhe se kërkesa për përsosmëri shndrohet në një shtrydhje të potencialit të nxënësve. Përdorimi metaforik i foljes shtrydh e përforcon kritikën. Potenciali nuk zhvillohet, por konsumohet nga presioni i sistemit. Kjo ide përforcohet edhe nga metafora honi e perfeksionit e kështu me radhë. Edhe kundërvëniet semantike kanë rol argumentues. Kundërvëniet si jo procesit, por rezultatit, jo formimit integral, pra të cituar nga teksti shembujt, por prodhimit të nënpunësit, jo subjekt në qendër, por subjekt në periferi, e ndajnë hapësirën diskursive në 2 pole. Kjo strukturë binare bën të mundshme ideologjinë e produktivizmit dhe krijon terren për kundër diskursin humanist. Autorja nuk mohon domosdoshmërinë e vlerësimit, por absolutizimin e tij, nuk mohon kompetencën, por reduktimin e personit në një grup treguesish. Diskursi pedagogjik nga transmetimi të marrëdhënies çështja në vijim. Përballë fjalorit matjes, diskurs pedagogjik humanist ndërtohet, pra diskursi pedagogjik humanist ndërtohet mbi një fushë tjetër leksikore me koncepte si dhe terma, dialog, besim, kujdes, takim, përkatësi, bashkëpërgjegjësi dhe dashni. Që në hyri autorja pohon se cilësia e marrëdhënies mësues-nxënës ndikon drejt për drejt në rezultatin e të nxënit. Kur marrëdhënia nuk është zbukurimi etik i mosjellëdhënies, por kusht i saj,
Për këtë arsye, kapitulli megjithatë i mësues për dikë është vendos figurën e mësuesit nga roli abstrakt te prania konkrete për një nxënës të caktuar. Gjykojmë që për emri i pacaktuar dikë ka ngarkesë veçantë semantike dhe diskursive. Ai ruan universalitetin e kësaj thirrjeje, por njëkohësisht kërkon përgjegjësi ndaj personit real që është nxënësi. Një nga metaforat qendrore shkolla është kantier, takimesh, marrëdhëniesh, përmbajtjesh. Kantieri e paraqet shkollën si hapësirë të hapur në ndërtim të vazhdueshëm, ku kuptimi nuk jepet i gatshëm, por bashkëprodhohet. Rendi që shënjon qarkun e procesit, takim, marrëdhënie, përmbajtje, është domethënës. Përmbajtja mësimore vendoset pas takimit njerëzor, jo sepse humbet rëndësinë, por sepse fiton kuptim vetëm brenda një marrëdhënie. Kjo lidhet me pedagogjinë e rezonancës të Rosas Endres, autor që dhe vetë autoria e librit i citon. Së fundmi është diskursi familjar, shoqëror dhe kulturor. Diskursi familjar ndërtohet në kufirin në ndërmjet kujdesit dhe kontrollit. Autoria kundërshton modelin tregtar të marrëdhënies shkollë-familje. Prindi nuk është klient, fëmia nuk është mall dhe mësuesi nuk është tregtar dijesh. Mohimi përsëritur nuk është shërben si strategji ripërkufizimi, pasi përjashton emërtimet e gabuara, teksti e rikthen marrëdhënien te përgjegjësia e përbashkët. Megjithatë, familja nuk idealizohet, ajo mund të jetë hapësirë sigurie, por dhe burim ankthi, presioni dhe projektës që i imponohen fëmijës. Në diskursin shoqëror, leksema dhe njëkohësisht koncepti identitet, përkatësi, vetmi dhe normalitet vendosin analizën nga sistemi te përvoja e të riut. Titujt, kush jam pra, je kujt jam unë, jam pyetje retorike që mbartin peshën e konfliktit mes vetes dhe pritshmërive shoqërore. Madje dhe shenjat e pikësimit, sidomos pikëçuditja e pranvend me pikpyetjen, shprehin jo vetëm kërkim drejt njohjes, por dhe ankth ndaj identitetit. Së fundmi, në përfundim, titulli Shkolla e papërsosur është më njerëzore, përmes strategjinë më të rëndësishme semantike, e kam emërtuar të veprës, rikuptimsimin e papërsosmërisë. Madje parashtesa e pranvend në klapat e mbiemri e përsosur, mbart njëkohësisht dikondomin semantike midis idealit dhe mohimit të tij. Shenjat grafike materializon tensionin qendror të tekstit. Shkolla ka nevojë për standarde dhe synime, por bëhet shnjërzore kur përsosmëria e kthen në normë të detyrueshme. 3 pikat pas titullit krijojnë një pauzë reflektimi dhe përgatit përfundimin. Ajo është më njerëzore pikërisht sepse pranon gabimin, ndryshimin dhe nevojën për tjetrin. Veçori tjetër është ndërtura e regjistrit akademik me atë bisedor, thjeshtëligjërimin, terma si sistem didaktik, kompetencë, socializim, produkt, model produktivist, bashkëtojnë me shprehje të tilla. Të jesh mësues për dikë, të mbajtësh rrugës një nxënës, po të shyn dashuria këtu, ky kalim regjistrash e bën tekstin të komunikueshëm pa i hequr edhe qasjen teorike në çështjet caktuara. Edhe organizimi i titujve krijon një itinerar kuptimor. Na ishte njëherë shkolla aktivizon formulën e prallës, por në vend të nostalgjisë së thjesht hap një shqyrtim kritik të kujtesës institucionale. Çu bë shkolla e kthen pohimin në një pyetje shumë problematike dhe mjaft të diskutuar në ditët e sotme. Perëndimi i një profesioni përdor metaforën e rënies, dritës për të përshkruar dobësimin e statusit mësuesit, ndërsa megjithatë i mësues për dikë ndërpret tonin e kësaj humbjeje, dobësimi me një thirrje të drejtë për drejtë. Në pjesën e dytë, titujt edukimi dhe komunikim, një terren për të ndërtuar dhe ndryshimi është i mundur për kërkon metodë, e ndryshoj modalitetin nga pyetja dhe diagnoza te mundësia dhe veprimi. Struktura e librit pra është edhe strukturë diskursive e shpresës arsyetuar dhe të argumentuar nga autorja. Ndërtura e analizës gjuhësore me analizën e diskursit tregon si vizioni i veprës prodhohet në vetë organizimin e gjuhës. Leksiku i performancës, metaforat e presionit dhe ndërtimet kundërvendëse, pra kundërvendja në raporte semantike, pra antonimike, zbulojnë shkollën si mekanizëm standardizimi. Leksiku i dialogut, metafora kantierit, pyetjet retorike dhe shumëzëshmëria ndërtoi shkollën si bashkësi njerëzore. Këto diskurse nuk qëndrojnë thjesht pranë njëri tjetrit, por luftojnë për të përcaktuar kuptimin e institucionit sot. Diskursi i autores Rafaela Martetës është kritik, sepse zbulon pushtetin e gjuhës së matjes, por është edhe humanist, sepse e rikthen në qendër personin e papërsosur, të ndryshueshëm dhe të aftë për marrëdhënie.
Shkolla bëhet më njerëzore, jo kur heq dorë nga dia, metoda dhe kërkesat, por kur i vendos ato në shërbim të kuptimit dhe të formimit të plot të individit. Faleminderit. Atëherë, falenderojmë kolegen Basha për prezantimin e hollësishëm të veprës, po kështu përgëzojmë dhe autoren e veprës. Fjalën e japim bashkë drejtueses së seancës, Mund ta kemi profesore Shtovskës, Korpusi Albanologjik Sigur Themeli për Studimet Etnolingvistike, të profesor Artan Haxhit. Para të parë, përgëzime shumë profesor Artani për botimin, për gjithë punën që duket e disa viteve. Okay. Tipi i librit Krestomaci është ndër më të hershmit dhe ndër më të lëvruarit për të sistemuar dijen dhe kontribusit e saj në kulturat me histori gjatë librit. Duke qenë kështu, lexuesi si unë paravendoset me një si ndjenjë solemniteti kur merr shfletoj dhe zhytet në aktin e vetë leximit. Kjo ndjenjë e solemnitetit shumë fishohet, ndërsa i shkon deri në fund të leximit të kësaj krestomacie. Përballë vargut, magjepsës, studiusve dhe studiuseve, të tërhequr nga gjuha jon dhe në shqiptarët. Dhe puna dhe kontributet e tyre të jashtëzakonshme, studiues dhe studiuset huaja. Dyshi trajton të huajt, domethënë studiuesit albanolog të huaj. Dhe bëhet fjalë për kontribute në 380 vite. Rastësisht i pari, Leibnizi e kishte ditëlindjen në 5 korrik 1646, pra 380 vite dashuri për Shqipen dhe shqiptarët. Tipi i tekstit dhe sistemimi i përmbajtjes tij. Kjo ka qenë përgjigje për një pyetje që unë e pata gjatë procesit leximit të Krestomacisë. Pyetja ishte kjo, që s'më lëshoi në asnjë moment. A do të nevojitet ky libër edhe nesër, kur inteligjenca artificiale do të më jap çfarë të dua për çdo autor për cilin dua të informohem? A do të shfletohet, lexohet në mënyrë lineare dhe analitike nga studenti, studiusi, entuziasti, dashamiri i shqipes dhe shqiptarëve Krestomacia dhe nesër pse është nevoja për një krestomaci të albanologjisë? Cili është fryti i punës mundimshme me vite të tëra të kërkimit të hartuesit dhe të hartuesve, sepse është profesor Tefa që ka bërë pjesën e parë për studiuesit shqiptar. Leximi si proces po ndryshon. Të paktën leximi i literaturës shkencore, domethënë leximi im i literaturës shkencore ka ndryshuar rrënjësisht. Po ndryshon studimi shkencor po ashtu. Asistentët e mi virtual edhe tuajt, besoj që është ChatGPT, Gemini, dikush ka një tjetër, janë gjithë një gati për përgjigje sistematike, bashkohore, argumentuese, shumë didaktike, sa herë që lind një pyetje apo ndeshem në ndonjë pengesë në lexim, madje edhe gjatë procesit punës shkencore, që nga gjetja hipotezës, formulimi, metodologjia e kërkimit, shqyrtimi i literaturës dhe deri te formulimi i përfundimeve, madje të bënte korrektim teknik. Ne jemi të gjithë dëshmitar. Çifti Ashta më emocionoi shumë për gjithë punën që kam bërë. Çifti Ashta nuk do të lodhej sot aq shumë, domethënë sot makina do ta kishte ndihmuar çiftin Ashta për një punë që ka bërë me qindra orë pune, një makinë do ta bënte për nuk e di, 3-4 ditë. Ne gjithë jemi dëshmitar, por gjithsesi përpara librit përjetova një lloj egzaltimi, sepse në vitet e mia të para të studimeve universitare, profesor Tomori e di shumë mirë, mungesën tonë të madhe ne kishim literaturën mbështetëse. Tekstin në original, madje edhe tekstet bazë na mungonin. Më kujtohen vajtjet e ardhat shpesh në bibliotekë për një libër, pritja në radhë që dikush ta mbaronte leximin para meje dhe kur merrja librin me veten në shtëpi ishte kënaqësi e madhe. Që për asaj kohë un kam një dëshirim të madh për librin, për literaturën e punës, që mendoj që ende nuk më ka dalë. Kështu që pas solemnitetit, ndjenja e dytë që pata për Krestomacin ishte përmbushja një dëshire apo ngopja një urie, le të themi. Tani panorama e ngrehinës së mendimit dhe përpjekjeve në albanologji tani bëhet edhe më qartë në mendjen time dhe besoj edhe një lexuesi tjetër që vjen për herë të parë në Krestomaci. Ja pra që Krestomacia bëhet një mjet pune i domosdoshëm, ndër të parët për të këshilluar sa herë do të nis puna për një mikrotezë dhe disertacion në gjuhësi shqiptare. Por veçanërisht është një dimë e domosdoshme në një fushë të re, për këtë jam këtu të studimeve në Kapërcyll, kështu i quajmë profesor Amime Mushaj, etnolingvistikën tek hyrja në gjuhësi. Me Krestomacin mund të rindërtohet një traditë e studimeve etnolingvistike në albanologji dhe gjuhësi shqiptare duke krijuar një lexim tjetër, pra duke bërë një lexim të ndryshëm, të prurjeve dhe të autorëve dhe këndvështrimeve të ndryshme përtej atij këndvështrimi tradicional, gjuha, prejardhja e saj, origjina, marrëdhënia me gjuhët e tjera ballkanike, por edhe për disiplina gjuhësore tradicionale që
edhe të reja që po lëvëron sot, edhe që duhet kalojnë sigurisht nga vargu magjepsës i kontribuesve të çmuar të kësaj krestomacie për shqyrtimin e vet analitik. Pyetja ime, me cilën e kam shkruar këtë prezantim, cili autor sjell materiale ose metoda që sot mund të përdoren ende në etnolingvistik bashkohore. Sigurisht fillohet me babain dhe me themelin që është Hani. Në veprën e tij pralla greke dhe shqiptare ose në veprën tjetër studime për gojdhëna, dëvyllime një në 1872 dhe 76 ka lëndë interesante, mite, besime popullore, pra studenti, studiuesi shkon atje, shikon shtresën e frazologjive, fjalorin gjithashtu në veprën e tij studime albanologjike mund sjell lëndë për të kuptuar se si metodologjikisht është mbledhur njësia që në fillimet e veta, si është identifikuar, kufiri dhe përmbajtja e saj, karakteri figurshëm, ngjizja figurës gjuhësore, krahasimi me fjalorin më tetë Kristoforidit, cilin e pati bashkëpunëtor. Po kështu vepra dozonit me 24 pralla, 25 bejte, 6 distik, 37 këngë citoj këtu nga krestomacia, 59 proverba nga Fieri Frashëri, Korça, zakonet dasme, etj, nuk po zgjatem, duhen hulumtuar me kujdes për të parë përbërjen leksikore të lëndës gjuhësore, metodën e përdorur. Ai mori 4 studentë, cilët nga natyre kishin marrë nga bashkombas lëndën gjuhësore dhe interesin e saj në dritën e të dhënave të reja për këndvështrime të reja shkencore. Vepra e Pedersenit, tekste shqiptare me fjalor, paraqet një interes veçantë gjuhësor dhe folklorik. Ai përfshin disa pralla, citoj këtu, dhe këngë popullore shqipe, të shoqëruara me shënime gjuhësore dhe një fjalor. Po ashtu, një botim i vitit 1899, 1898, ndjes, po nxitoj se jemi gjithë lodhur, për folklorin shqiptar, të ndihmojnë të kuptosh se puna e gjuhëtarit duhet kaloj gjithnjë nga krijimtaria popullore, dhe jo vetëm për të pasur një lëndë më të besueshme gjuhësore, por dhe sepse realiteti i gjuhës përditshmëria është metoda më e besueshme etnografike. Profesor Ismaili e quan punën e Pedersenit mbledhse dhe regjistruese me një saktësi të jashtëzakonshme. Koleksioni i tij përmban 35 pralla, më tej lexoni te krestomacia. Midis Drindit dhe Vjosës, besoj e dini, është vepra e Lambertsit, e ndjek edhe ai këtë hullim metodologjike të gjuhëtarit që kalon përmes krijimtarisë popullore, jo vetëm prallave, por edhe të këngëve të ndryshme të dasmës, këngëve të fëmijëve, lorave të fjalëve, eposi popullor, të cilat do t'i botojë posta e Shqipnisë që doli, e dini, nga 1916 deri në 1918. Por në monografinë e tij për periudhën me fjalë kushtore, i pari botim për sintaksën e shqipes, metodologjikisht na shfaqet një qasje më analitike, ndryshe interesante, ku strukturat gramatikore interpretohen përmes kulturës, traditës gojore dhe mënyrës së të menduarit një bashkësie gjuhësore. Dhe krijimtaria popullore është përdorur jo vetëm si ilustrim për i tij, po bëhet një arkiv i modeleve gjuhësore sintaksore. Një hapësirë për të hetuar fazat e zhvillimit të mendimit një shoqërie si e jona, dhe kështu ajo të nxit të vish tek edhe një hipotezë studimore se si e ndërton kultura shqiptare kushtin, dëshirën, hipotetikën. Dhe nëse sintaksa bëhet niveli gjuhësor që mund të na ndihmojë të kuptojmë një mënyrë unike të menduarit të një grupi shoqëror, sipas saj qasjen sintaks mund të përdoret edhe një nivel tjetër sistemi, për shembull në morfologji. Shembuj dhe analizat nga proverbat në këtë monografi për sintaksën janë njëherë dhe shembuj dhe analiza mbi njësitë kulturës, siç janë proverbat, dhe të dijes popullore, mënyrës se si konceptohet bota. Pikërisht kjo metodë për të mbështetur vazhdimisht materiale folklorike, dialektore dhe kulturore si një rithirrje për zgjerimin e lëndës gjuhësore në shqyrtim, duke konsideruar folklorin si një korpus gjuhësor dhe se duke e lexuar në një perspektivë etnolingvistike, mund të themi se sintaksa nuk paraqitet vetëm si organizim formal i fjalisë, por dhe si pasqyrim i historisë mendimit gjuhësor dhe i traditës kulturore shqiptare. Profesor Shryc në punën e tij përvijon një si projekt kërkimor, vimte një gjuhëtar albanolog tjetër, duke përdorur tani kulturën e një populli si metodë për të rindërtuar historinë e tij, e gjuhës tij, më fal. Duke mos pasur dhënat mjaftueshme për të shënuar me saktësi të mjaftueshme fazat e zhvillimit të shqipes, atëherë mund zgjerohet korpusi i provave në shqyrtim, duke përdorur kështu një metodë ndërdisiplinore që përfshin folklorin, onomastikën, mitologjinë, etimologjinë, historinë e Ballkanit e të tjera si këto. Analiza për lidhjet midis fjalëve kërcuni, kracioni, karacuni na çojnë te pikpamja se etimologjia nuk mund ndahet nga kultura, e dim këtë, dhe shpjegimi për fjalën nuk mund të ndahet nga mënyra se si njerëzit e përdorin atë. Rreth autorëve që sjellin lëndë gjuhësore dhe metodat e qasjet të reja, studimet në lingvistike mund të shtohet me punimet e shkëlqyera të Tito Johalas me gjuhën e
arbanitasve, mbi arvanitishten nishullore, në kërkimet e tij që përpiqen të japin një kuadër kaq të plotë për gjuhën në të gjitha nivelet dhe të pasqyrojë së bashku me të dhe jetën e njerëzve, duke pasuruar kërkimin edhe me fotografi etnografike e dëshmit kulturës materiale të identitetit arbanitas, një etnolingvistik që shkon për te gjuhës edhe përfshin dhe kulturën materiale. Radha sigurisht vijon me punën e jashtëzakonshme po ashtu të rebertelësie për cilën ja vjen të ndalesh në një punim më vete, kush e di në të ardhmen. Pasi e lëmë një anë solemnitetin dhe ndjenjën e magjepsjes nga emra dhe kontributet, mendoj se me kristomacinë albanologjisë 2 duhet nis puna e studentit dhe e dashamirësit shqipes dhe të albanologjisë. Këndej nga kristomacia duhet kaluar veçanërisht për autorë që ofrojnë materialet e qasje metodologjike që mbeten të vlefshme edhe për shumë disiplinat tona tradicionale, po dhe për qasje të reja, siç është etnolingvistika sot. Në këtë pikë, ndihma do të bëhej edhe më e madhe, edhe nevoja për librin do të rritej nëse treguesi i kristomacisë do të ishte edhe tematik. Ne kemi profesorin Shaurelën këtu, mund të angazhoj student që të bëjë një indeks të tematikave, të fjalëve kyç, të termave që albanologët kanë përdorur në rrjet kohës. Edhe kështu libri do të ishte edhe më i nevojshëm. Kristomacia ka një indeks kronologjik në fillim që i merr albanologët që nga Leibnizi e deri në fund, e sigurisht që ka një tregues të emrave me faqet. Në kristomaci ka autorë që trajtojnë gjuhën e folur, dialektet, krijimtarinë gojore, qoftë ato folklorike, qoftë ato gjuhësore në formë në frazologjive, proverbave e tjerë të tjerë, vetëm si mjet ilustrues, pra, por si korpus shkencor për shpjegimin e strukturave gjuhësore, sintaksore, duke lidhur analizën gjuhësore edhe me traditën gojore dhe kulturën popullore. Dukuria gjuhësore kështu kuptohet më mirë në kontekstin e praktikave kulturore të mënyrës konceptimit botës. Së fundi, kuptojmë se historia shqipes nuk mund të rindërtohet vetëm i bazë në dënave gjuhësore, por kërkon ndërthurje të folklorit, mitologjisë, zakoneve onomastikës, etimologjisë dhe historisë gjuhës. Kontributet e albanologëve të ndryshëm në rrjet kohës dëshmojnë se në traditën disa shekullore albanologjike kanë ekzistuar qasje kërkimore që paraprind dhe mbështesin shumë preparimeve të etnolingvistikës moderne dhe metodat e përdorura prej tyre janë të lexueshme dhe përdorshme sot, dhe nga këndvështrimi i etnolingvistikës. Kështu shpaloset mendimi se albanologjia është një fushë mendimi dhe studimi e pandashme mes gjuhës dhe kulturës shqiptare. Unë desha të them në fund edhe diçka tjetër, profesor Gzimi, në fjalën e tij tha se albanologjia është shumë e tepër se sa kaq, domethënë do të përfshijë dhe studimet e ekonomisë, studimet e së drejtës, studimet e letërsisë. Po është e vërtetë, në Elbasan këto kohë kemi një diskutim përmbajtësor nëse në albanologji duhet përfshihen dhe studimet letrare, por albanologjia e gjuhësisë është ky radhua që përfshin këto emra, dhe unë besoj që albanologjia që e ka profil gjuhësi nuk është një thes i madh ku mund të hyjë kushdo. Aty ka profilet përcaktuara qartë, ka tematikat përcaktuara qartë, ku disiplinat e reja si etnolingvistika mund të përvijojnë qasje të reja metodologjike në lidhje me traditën gjuhësore. Faleminderit. Falenderojmë profesore Shtockën për kumtesën interesante, edhe pse premtoj që do i përmbaj kuadrit kohor, lëvizi pak, por natyrisht që kur futesh në vepra të tilla të profesor Axhit, patjetër që nuk mund të dalësh me pak fjalë. Shkodra tashmë mund ta themi pa frikë që ka një shkollë albanologjike dhe një nga përfaqësuesit dinjitoz të saj është profesor Axhi. Vazhdojmë me shkollën e Shkodrës, Rafaela Marteta, rreth ditarëve hulumtues që lidhen me përvetësimin e gjuhës nga të vegjilit, nga Zamira Shkrelit, parashkollorët në njohjen e parë në gjuhën anëtare. Mirëdita, faleminderit. Ndërkohë aktivizova edhe kohën në dispozicion. Studimi parashkollorët në njohjen e parë me gjuhën anëtare i viti 2022, profesori Zamira Shkrelit përfaqëson një kontribut domethënës në fushën e zhvillimit gjuhësor të fëmijës parashkollor. Ndër referencat teorike mbi të cilat mbështetet autoria, një vend të veçantë zë psikologja amerikane Marilyn Schatz, e njohur për studimet e saj mbi zhvillimin e gjuhës dhe për përdorimin e ditarit hulumtues si metodë sistematike e vëzhgimit. Interesi për metodën e Schatzit, këtu duhet diskutojmë, nuk qëndron vetëm te rezultatet që ajo arriti në studimin e zhvillimit gjuhësor, tek mosha në fjalë,
por edhe të vetë logjika metodologjike e kërkimit. Ditari ulumtues nuk është thjesht një mjet për mbledhjen e dhënave, është një instrument interpretues që lejon rindërtimin e mënyrës se si fëmia ndërton gradualisht kompetencë gjuhësore përmes marrëdhënieve me të rriturin dhe me mjedisin ku jeton. Sot, në një realitet të karakterizuar nga prania e vazhdueshme e teknologjive digjitale, kjo metodë merr një domethënie të re që ka nevojë për diskutim. Nëse dikur zhvillimi i fëmijës dokumentohej me shënime, fotografi dhe regjistrime të përzgjedhura, telefonat inteligjent, regjistrimet zanore, por edhe portofolet digital dhe sistemet e tjera të inteligjencës mund të dokumentojnë pothuajse në çdo aspekt të jetës së tij. Çdo aspekt të jetës së tij. Do ta vjen një moment dhe ti bash po pritun jo shikuese. Megjithatë, rritja e kapaciteteve teknologjike nuk e zëvendëson nevojën dhe dobinë e natyrës relacionale të përvetësimit të gjuhës. Përkundrazi, e bën edhe më të nevojshëm reflektimin mbi rolin e ndërveprimit njerëzor dhe mbi funksionin pedagogjik të të rriturit përgjatë procesit të përvetësimit. Ky punim synon të analizojë metodën e ditarit hulumtues të Marilyn Schatz dhe përshtatjen e saj në studimin e profesorit Zamira Shkrelit mbi përvetësimin e gjuhës shqipe, ndikimin e ekosistemit digjital në zhvillimin gjuhësor dhe të propozoj modelin e episodeve të nxënit në situata që është zhvilluar nga Pier Cesare Rivoltella, një model i strukturuar, analog por përplotësues i modelit të ditarit ulumtues. Ditari ulumtues si metodë e vëzhgimit të zhvillimit. Marilyn Schatz ndërtoi një pjesë të rëndësishme të kërkimeve të saj mbi vëzhgimin longitudinal të fëmijëve në kontekste zakonshme të jetës së tyre. Duke dokumentuar, do të vi edhe te profesori Shkreli. Duke dokumentuar në mënyrë sistematike zhvillimin e nipit mbesës së saj, ajo krijoi një arkiv të pasur të dhënave për qëllime studimi. Instrumentet ishin relativisht të thjeshta, shënime ditore, fotografi, regjistrime audio dhe video, si dhe dokumentimi situatave të komunikimit me prindër dhe familjar. Vlera e metodës qëndronte te vazhdimësia e vëzhgimit dhe interpretimi e episodeve në jetën e përditshme. Gjuha nuk zhvillohet si një sistem abstrakt rregullash, por si një praktikë sociale në formulimin e saj. Dhe fëmia mëson të flasë duke marrë parasysh marrëdhëniet domethënëse dhe duke interpretuar reagimet e të rriturve, përdor gjuhën për të organizuar përvojat e tij. Ditari ulumtues nuk regjistron vetëm fjalët e para, por dokumenton procesin përmes të cilit fëmia bëhet gradualisht pjesë e komunitetit gjuhësor. Funksioni i ditarit është transformimi i episodeve individuale në një proces njohjeje mbi zhvillimin dhe përvetësimin e gjuhës. Pra, mira e metodës qëndron te procesi. Përparësia e këtij procedimi është e qartë nëse i referohemi edhe shqetësimit që kishte Lev Vygotsky për mënyrën se si studioheshin konceptet të fëmia, jo procesi, por koncepti i gatshëm. Sipas Vygotskit, koncepti i gatshëm nuk mundson akses në zemrën apo thelbin e proceseve formuese dhe të studimit të natyrës psikologjike të këtyre proceseve. Përshtatja e kësaj metode në studimin e Zamira Shkrelit. Në studimin e saj mbi njohjen e parë mbi gjuhën anëtare, Shkreli e përshtat këtë qasje metodologjike në kontekstin shqiptar. Objekti i studimit nuk është vetëm repertori leksikor i fëmijës, por mënyra se si ai ndërton kompetencën gjuhësore në marrëdhënie me situatat e nxënjes, që përfshin edhe marrëdhëniet me familjen, bashkëmoshatarët dhe edukatorët. Dokumentimi sistematik i fjalëve të para, i tregimeve spontane, i lojës simbolike, i leximit të përbashkët dhe i situatave komunikative të përditshme, krijon një mundësi për të analizuar jo vetëm progresin, por edhe cilësimin e mjedisit komunikues në cilin zhvillohet fëmia dhe në të cilin nxjerr gjuhën. Në këtë mënyrë, ditari fiton një funksion pedagogjik. Nuk shërben vetëm për studiuesin, por edhe për prindin e edukatorit, dhe edukatorin, të cilët mësojnë të vëzhgojnë, të interpretojnë dhe të mbështesin zhvillimin gjuhësor. Nga dokumentimi analogjik të ekosistemi digital. Kalimi nga epoka analoge në atë digjitale ka ndryshuar ndjeshëm mënyrat e dokumentimit të zhvillimit të përvetësimit të gjuhës. Në këtë kuptim, teknologjitë moderne mund të konsiderohen si një vazhdimsi funksionale e ditarit hulumtues. Megjithatë, ky potencial teknologjik nuk duhet dhe nuk mund të barazohet me pedagogjinë e qëllimshme të zhvillimit.
Ditari i Shec nuk është një depo dhënësh, por një interpretim i marrëdhënieve të jetuara. Edhe teknologjitë më të avancuara nuk mund të zëvendësojnë plotësisht interpretimin njerëzor, duke qenë se zhvillimi gjuhësor është i lidhur gjithmonë me rrafshe emocionale, me kontekste dhe ndërveprime sociale. Pohimi që mund të bëhet me zemër të lehtë duke u mbështetur në leksikun aktiv të mirë dokumentuar në punimin e shkrelit, është se në mjediset analoge të shkrelit, këtu duhet të kishim parasysh në fakt edhe ilustrimet, sepse libri ka një ilustrim shumë të pasur të situatave komunikative, ku ndodh leksiku aktiv dhe prej cilave vilet leksiku aktiv, por kuptohet për çështje kohe. Pra, në këto ilustrime kuptohet që gjuha ndërtohet kryesisht përmes ndërveprimeve ballë për ballë, lojes reale apo saj simbolike, përjetimit dhe leximit të përbashkët të situatave ku ndodhet të nxënit. Kjo qasje ka nevojë për integrim në një kontekst të përmbytur nga teknologjia dhe digjitale. Gjë që nuk ka mbetur as pak jashtë vëmendjes së shkrelit, dhe shumë mirë sepse kjo çështje është sot për sot e pashmangshme. Studiuesja pohon se teknologjia dhe mjetet digjitale në përgjithësi janë një ndihmës shumë i mirë për hulumtimin e funksioneve të mjeteve nga ana e fëmijës, por edhe për pasurimin e leksikut aktiv. Ka rezultate kërkimore të shumta që na ftojmë të hedhim syt në mënyrën se si po ndryshon jo thjesht përvetësimi i gjuhës, por se si po ndryshon vetë gjuha për shkak të teknologjisë digjitale dhe asaj inteligjente. Nuk është rasti për stërvëllim, por ndërsa po punoja për kumtimin, mendova se një shembull, ndoshta edhe pak dëfryes, mund të ilustronte në pak kohë shumë gjëra që më shkonin ndërmend. Nëse në një ambient fizik real, fëmijën do ta ruanim nga zjarri apo nga burrimet e nxehtësisë duke e paralajmëruar me një xhixh ose auç, varet nga gjuha që do përdornim, si do të ndodhë kjo nxënje ose transferimi i kësaj nxënje në ambiente ku shisa të prekurit nuk përjetohet siç u përjetojmë në jetën fizike. Kujtojmë këtu disa aksidente, domethënë se në moshë të njohur për shkak të mospërputhjes së përvojës fizike me atë reale, me atë virtuale, fëmijë që janë hedhur nga lartësitë sepse besonin se heronjtë e tyre mund të hidheshin dhe të mos besonin gjë, si heronjtë e tyre. Duhet rimenduar përvetësimi i gjuhës në një realitet të karakterizuar nga ekrane, komunikim multimodal e multimedial, nga ndërfaqe interaktive dhe nga prania e vazhdueshme e stimujve viziv dhe zanor. Në fakt, sot s'po ndalin llogaritme, megjithëse jo pas kam minuta, kështu që do t'i shfrytëzoj. Zhvillimi i gjuhës nuk varet vetëm nga numri i fjalëve që fëmia dëgjon, por nga kuptimi që ndërtohet prej tyre. Kryesisht kuptime për situata konkrete që kanë gjasa të verifikohen në jetën e fëmijës. Ritmi i shpejtë i përmajtjeve nuk ndikon thjesht në cilësinë e vëmendjes dhe në kozgjatjen e saj, por në një aftësi ndryshe që zhvillohet kur fëmia i nënshtrohet përmbajtjeve digjitale krahasimisht me ato analoge. Ndërsa përmbajtjet analoge mundësojnë hulumtim në thellësi, sipas studiuesve, dhe janë të përshtatshme për përpunime të ngadalta dhe të përsëritura të informacionit, suportet analoge janë më armiqësore, më pak miqësore, sepse nuk janë nënshtrojnë suportet analoge në fakt janë më miqësore, sepse nuk janë nënshtrojnë personin shpejtësisë dhe sipërfaqësisë së informacionit si në suporte digjitale. Në këtë kontekst, dëshiroj të sjell një propozim, modelin e episodeve të nxënit në situata, që model që është propozuar nga Pier Cesare Rivoltella, pedagogjist, i cili propozon një perspektivë pedagogjike me interes të veçantë. Episodet e nxënit në situata mbështeten në një parim. Zhvillimi dhe të nxënit ndodhin përmes episodeve konkrete, domethënë se por të vendosura në kontekst. Bëhet fjalë për një model didaktik të strukturuar që i përgjigjet mikrosituatave komunikative të përditshme, të qëllimshme. Në fazën përgatitore, i rrituri krijon kontekstin përmes një libri të ilustruar, fotografia apo një objekti të një situate reale. Në fazën operative, fëmia luan, pyet, tregon, manipulon dhe përdor gjuhën për të vepruar. Në fazën ristrukturuese, sipas autorit, i rrituri riformulon, zgjeron fjalorin përmes pyetjeve dhe ndërveprimit, modelon struktura gjuhësore dhe ndihmon fëmijën të riorganizojë përvojën. Në këtë mënyrë,
Episodit e të nxënit në situata nuk e zëvendëson zhvillimin spontan, por krijon kushte që ta favorizojë atë. Këtu qëndron edhe vazhdimësia ndërmjet propozimit të shkrelit, mbështetur në Schatz dhe Rivoltellës. Ditari i cili përshkruan se si zhvillohet gjua, plotësohet me propozimin e modelit didaktik të Rivoltellës që projekton situata që mund ta mbështesin këtë zhvillim edhe në stadie të tjera, duke u përgjigjur edhe shqetësimit që më drejt ngriti profesor Arturi, a do të mendojmë propozime për ta mbështetur zhvillimin edhe në fazat të tjera, zhvillimin gjuhësor, duke krijuar një urë të rëndësishme midis fazës parashkollore dhe asaj fillore. Sepse e dim që në moshën parashkollore leksiku aktiv karakterizohet nga një zgjerim i shpejtë dhe i vazhdueshëm. Analiza e leksikut aktiv te Zamira Shkreli është një dritare kohore për të kuptuar mënyrën se si fëmia vetë organizohet dhe organizon përvojën e gjuhësore të tij, ndërton marrëdhënie për dhe zhvillon një identitet gjuhësor. Metoda editarit hulumtues mbetet një nga kontributet më domethënëse në studimin e përvetësimit të gjuhës në fëmijëritë e hershme. Studimi i Zamira Shkrelit dëshmon se kjo metodë ruan dhe dëshmon vlerën e saj edhe në analizën e zhvillimit për gjuhën shqipe në moshë parashkollore. Modeli didaktik i episodeve të nxënit në situata paraqet një model didaktik pedagogjik të strukturuar që mund të garantojë vijimësi teorike dhe metodologjike me gjetjet dhe pohimet shkencore të Zamira Shkrelit, mbështetur në studiues dhe studime mbi argumentin. Faleminderit. Mirë, tani me qenë se nuk bën pjesën e diskutimeve në seancën e parë, para njëherë ju falenderoj të gjithëve ju që kumtuat, falenderoj për bashkëpunimin, për idetë që sollët. Tani është momenti autorët vetë, ata që janë autorët e këtyre monografive, sot ne nuk ishim idenë të bënim recensione të librave që kanë hartuar të tjerët, kishim një fill tematik i cili lidhej me një problem të saktuar, sigurisht që është një mendim që kemi, por nga kumtimet që dëgjuam, i falenderojmë për kontributet, për idetë, për disa nga propozimet që u bën, dhe duke u thënë atyre kolegëve që herë të tjera të pjesa e recensioneve le ta lënë të pjesë të veprës. Kush ka diskutime? Profesor? Ka ndonjë diskutime u lodh, në fakt shumë e bëm gjatë shumë, po. Atëherë mbyllim. Ne miru takoshim në takime të tjera, po para se ta bëjmë këtë, ju lutem deri në 31 korrik kemi dhënë që t'i dërgoni materialet në adresën e re në societim, me qëllim që ne ta bëjmë pjesë të botimeve që kemi planifikuar. Pa ju kujtuar për të tjera të cilat i keni lënë akoma, pa i dërguar disa pa ju kujtuar, po e kemi për këtë punë. Do t'ju lutesha të mirë kuptohemi me njëri tjetrin për botimin e kësaj pjesë, për të tjera të komunikojmë. Ju ftojmë për kafe, tash është drejt, thot profesor Tomori, për një kafe me freskus. Ju falenderit, miru takoheshin në tjerë.